Në këtë moment, ndërsa po dëgjoni këto fjalë, trupi juaj po përshkohet nga rreth 100 miliard neutrino në çdo sekond. Grinca që kalojnë nëpër çdo atom të qenies suaj, nëpër muret e shtëpisë, nëpër tërë planetin, sikur të mos ekzistonin fare. Por kjo është vetëm fillimi. Në këtë sekond, çdo centimetër katror i lëkurës suaj po bombardohet nga fotone të padukshme, rrezatim kozmik që ka u vëtuar 38 miliard vjet në përhapësirë. Ju jeni të zhytur në një oqean drite që sytë tuaj nuk mund ta shohin. Dhe kjo dritë është prova e gjallë që ne nuk jetojmë në një univers të zi, por brenda vetë shpërthimit kozmik që vazhdon ende. Errësira e qiellit të natës është gënjeshtra më e madhe që na tregojnë shqisat tona. Në vitin 1965, dy inxhinierë të kompanisë Bell Laboratories në New Jersey, Arno Penzias dhe Robert Wilson, po përpiqeshin të eliminonin një zhurmë të çuditshme nga antena e tyre radio. Një fishkëllim konstante që vinte nga të gjitha drejtimet. Ata pastruan antenën, larguan foleja pëllumbash, kontrolluan çdo lidhje elektrike, por zhurma nuk zdukte. Ajo ishte kudo, në veri, në jug, në lindje, në perëndim, lart, poshtë. Një murmërim uniforme që mbushte gjithë qielin me intensitet të njëjtë. Ajo që ata kishin zbuluar ishte diçka që do të ndryshonte përgjithmonë kuptimin ton për realitetin. Rrezatimi kozmik i sfondit me mikroval. Pashkëlqimi i Big Bangut, drita e lindjes së universit, e ftohur tani në 2,7 grad Kelvin, por ende kudo rreth nesh. Imagjinoni për një moment që sytë tuaj mund të shihnin mikrovalët, jo dritën e dukshme, por valët elektromagnetike me gjatësi rreth 1 milimetër. Nëse do të hapnit sytë në një natë pa hënë, larg çdo ndriçimi artificial, nuk do të shihnit errësirë. Do të shihnit një shkëlqim uniform, një dritë e butë portokalli që mbush çdo pikë të qiellit me intensitet pothuajse identik. Asnjë yll nuk do të dallohej, asnjë galaktik. Vetëm një shkëlqim i vazhdueshëm, i njëtrajtshëm, që vjen nga çdo drejtim njëkohësisht. Ky shkëlqim nuk është metafor. Ai është real aq sa drita e diellit. Është energji e matshme, e prekshme, që mund të kapet me instrumente. Çdo metër katror i hapësirës kozmike lëshon rreth 3,10 në fuci -5 watt të kësaj rrezatimi. Një sasi e vogël, por kur e shumëzoni me sipërfaqen e gjithë universit të dukshëm, përfundoni me një oqean energjie që të i kalon imagjinatën. Por pse nuk e shohim? Pse qielli i natës na duket i zi? Përgjigja qëndron në një kufizim absurd të biologjisë son. Syri njerëzor është një instrument i mrekullueshëm, por ai është i verbër për 99,9% të spektrit elektromagnetik. Ne shohim vetëm një brez të ngushtë, nga rreth 400 nanometra deri në 700 nanometra. Vjollc, blu, jeshile, verdh, portokalli, kuqe, 7 ngjyra, 7 nota në një simfoni që përmban triliona oktava. Rrezatimi kozmik i sfondit ka gjatësi vale rreth 1.900.000 nanometra. Ai është plotësisht jashtë diapazonit ton. Për sytë tan, ai thjesht nuk ekziston. Por për instrumentet tona, ai është kudo. Një dëshmi e pandërprer që ne jetojmë jo në errësirë, por brenda një shpërthimi drite që ka filluar 38 miliard vjet më parë dhe që nuk ka pushuar kurrë. Në vitin 1929, astronomu amerikan Edwin Hubble, duke punuar me teleskopin prej 100 inç të observatorit Mount Wilson në Kaliforni, bëri një zbulim që do të shkatërronte çdo nocion të qetësisë kozmike. Ai vuri re që pothuajse të gjitha galaktikat po largohen nga ne. Dhe jo vetëm kaq, sa më larg ishte një galaktik, aq më shpejt po largohej. Kjo nuk ishte një lëvizje e thjeshtë në përhapësirë. Ishte vetë hapësira që po zgjerohej. Çdo pikë e universit po largohej nga çdo pikë tjetër. Sikur të kthenit këtë proces mbrapsht, sikur të shihni filmin në revers, do të arrini në një moment kur gjithçka, çdo atom, çdo grimcë energjie, vetë hapësira dhe koha ishte e përqendruar në një pikë me dëndësi dhe temperaturë infinitisht të lartë. Ajo që ne e quajmë Big Bang nuk ishte një shpërthim në hapësirë. Ishte shpërthimi i vetë hapësirës, dhe ky shpërthim nuk ka mbaruar.
Në ato momente të para, universi ishte një plazmë ngjethë e papërshkrueshme. Temperatura ishte aq e lartë sa atomet nuk mund të formohen. Elektronet dhe protonet lundronin të lirë në një supë energjie, ku drita nuk mund të udhëtonte më shumë se një fraksion të vogël të milimetrit para se të përplasej me një grimc tjetër. Universi ishte opak, një mjegull e dendur e dritës dhe materies së ndërthurur. Por ndërsa hapësira zgjerohej, temperatura binte. Pas rreth 380.000 vjetësh, diçka e jashtëzakonshme ndodhi. Temperatura ra në 3000 grad Kelvin, pika ku elektronet mund të kapeshin nga protonet për të formuar atomet e para të hidrogenit. Në atë moment, drita u çlirua. Për herë të parë në historinë e universit, fotonet mund të udhtonin lirshëm në përhapësirë. Ajo drita e çlirimit, është ajo që ne e matim sot si rrezatim kozmik i sfondit. Por këtu vjen pjesa e mahniqme. Ajo dritë nuk ka pushuar kur të udhtoj. Ajo nuk është një relikt i vdekur i së kaluarës. Ajo është një proces i gjallë, i vazhdueshëm. Në çdo moment, fotone që u lëshuan 38 miliard vjet më parë, po arrin në tokë për herë të parë. Dhe për shkak të zgjerimit të universit, gjatësia e valës së tyre është zgjatur. Ajo që dikur ishte dritë e dukshme portokalli, tani është bërë mikroval. Por energjia është ende aty, informacioni është ende aty. Çdo pikë e qiellit po na dërgon një mesazh të drejtë për drejtë nga momenti kur universi u bë transparent. Ne nuk po shikojmë një fotografi të vjetër. Ne po shikojmë drejt për drejt në fytyrën e universit foshnjë. Tani imagjinoni këtë. Nëse do të mund të udhtonit mbrapsht në kohë, në atë moment 38 miliard vjet më parë, dhe të shihni atë dritë në momentin e lëshimit të saj, ajo do t'ishte portokalli e ndezur me temperaturë rreth 3000 grad. Por ndërsa koha kalon dhe hapësira zgjerohet, ju do të shihnit atë dritë duke u kuqëruar gradualisht, duke kaluar nga portokalli në të kuqe, pastaj në infra të kuqe, pastaj në mikroval. Jo sepse burimi po ndryshon, por sepse vetë pëllhura e hapësirës po tërhiqet. Çdo val po zgjatet, çdo foton po humb energji jo sepse po konsumohet, por sepse metra me të cilën e matim po rritet. Kjo është një nga pasojat më të çuditshme të relativitetit të përgjithshëm. Energjia nuk është absolute. Ajo varet nga korniza e referencës. Dhe kur korniza juaj e referencës është vetë universi në zgjerim, energjia e çdo grimçe po bie vazhdimisht. Por kjo nuk është historia e plot e asaj që fsheh errësira. Në vitet 90-jet, dy ekipe të pavarura të astrofizikanëve, njëri i udhëhequr nga Saul Perlmutter në laboratorin Lawrence Berkeley, tjetri nga Brian Schmidt dhe Adam Rees në universitetet australiane dhe Johns Hopkins, po studionin shpërthime supernovash në galaktika të largëta. Qëllimi i tyre ishte të matën shpejtësinë ngadalësimit të zgjerimit të universit. Të gjithë prisnin që graviteti i materjes kozmike të ishte duke ngadalësuar zgjerimin gradualisht. Por ajo që ata zbuluan ishte e kundërta absolute. Universi nuk po ngadalësohet, ai po përshpejtohet. Zgjerimi po bëhet më i shpejt me kalimin e kohës. Diçka po shtyn hapësirën të zgjerohet me një forcë që kundërshton gravitacionin. Diçka që përbën rreth 70% të gjithë energjisë së universit. Diçka që ne e quajmë energji e errët, por për të cilën nuk kemi absolutisht asnjë shpjegim. Emri energji e errët është thjesht një rrëfim i ignorancës sonë. Ne nuk e dim çfarë është. Ne nuk e dim nga vjen. Ne nuk e dim pse ka, pikërisht atë vlerë që ka. Por ne e dim që ajo është aty, sepse efektet e saj janë të matshme. Çdo galaktik që është më larg se rreth 5 miliard vjet drite, po largohet nga ne me një shpejtësi që po rritet. Dhe kjo nuk është për shkak të ndonjë force që po i shtyn ato. Është për shkak se hapësira midis nesh dhe tyre po krijohet vazhdimisht. Metra të rinj po shfaqen nga hiqi. Dhe sa më shumë hapësirë krijohet, aq më shumë energji e errët shfaqet, duke përshpejtuar procesin edhe më tej. Por energjia e errët është vetëm një pjesë e enigmës. Në vitet 30, astrofizikani zviceran Fritz Zwicky po studion televizjen e galaktikave në turmën e Coma Berenices, një grumbull i madh i galaktikave në rreth 320 milion vjet drite larg. Ai llogariti shpejtësinë me të cilën galaktikat po lviznin brenda turmës
dhe pastaj llogariti sa mas do të duhej për t'i mbajtur ato së bashku me gravitacion. Rezultati ishte shokues. Masa e dukshme, yjet, gazi, pluhuri, ishte shumë e pamjaftueshme. Sipas llogaritjeve të tij, turma duhej të shpërbëhej, galaktikat duhej të shpërndaheshin në hapësirë, por ato nuk po bënin këtë. Diçka e padukshme po i mbante ato së bashku, diçka që kishte masë, që ushtronte gravitacion, por që nuk lëshonte dritë. Zwicky e quajti atë dunkle materie, materie e errët. Për dekada, ideja e tij u injorua, u konsiderua si një kuriozitet, një anomali e mundshme. Por në vitet 70, astronomja amerikane Vera Rubin, duke punuar në observatorin Carnegie në Washington, bëri matje të sakta të shpejtësisë së rrotullimit të galaktikave spirale. Ajo zbuloi që yjet në skajet e galaktikave po lviznin me të njëjtën shpejtësi si yjet afër qendrës. Kjo ishte e pamundur sipas ligjeve të Newtonit. Nëse e gjithë masa e galaktikës ishte e përqendruar në qendër, yjet e jashtëm duhej të lviznin më ngadalë, por ata nuk po bënin këtë. Përgjigja e vetme ishte që çdo galaktik është e zhytur në një halo të madhe të materjes së padukshme, një sferë që shtrihet shumë përtej yjeve të dukshëm dhe që përmban 5 herë më shumë masë se gjithçka që ne mund të shohim. Sot ne e dim që materia e errët përbën rreth 25% të gjithë energjisë së universit. Ajo nuk ndërvepron me dritën, ajo nuk thith, nuk reflekton, nuk lëshon fotone. Ajo është plotësisht e padukshme për çdo teleskop optik, por ajo ndërvepron me gravitacionin, ajo përkul hapësirën, ajo mban galaktikat së bashku, ajo formon skeletin e madh kozmik mbi të cilin ndërtohen të gjitha strukturat e dukshme. Pa materien e errët, galaktikat nuk do të mund të formohen, yjet nuk do të mund të lindin, ne nuk do të mund të ekzistonim. Dhe kështu, kur ju shikoni qielin e natës dhe shihni errësirë, ju po shihni një iluzion, ju po shihni kufizimin e shqisave tuaja, jo realitetin e universit. Në të vërtet, çdo centimetër katror i asaj errësire është i mbushur me rrezatim kozmik. Çdo metër kub i hapësirës së zbrazët përmban rreth 5 atome të hidrogjenit, një dëndësi e ulët, por kur e shumëzoni me vëllimin e universit të dukshëm, përfundoni me një sasi materie që të i kalon imagjinatën. Dhe për rreth çdo grimce të dukshme, ka 5 grimca të padukshme të materjes së errët. Dhe në përgjithshka, duke depërtuar çdo atom, çdo grimc, çdo fush, është energjia e errët, një presion kozmik që po shtyn vetë pëllhurën e realitetit të zgjerohet me shpejtësi në rritje. Ne nuk jetojmë në një univers të zi. Ne jetojmë brenda një oqeani drite dhe materie dhe energjie që shqisat tona janë të paaft ta perceptojnë. Por si arriti universi në këtë gjendje? Si kaloi nga një plazmë uniforme e ngjehtë në strukturën komplekse që shohim sot, galaktika, yje, planete, jetë? Përgjigja qëndron në diçka që duket e parëndësishme, luhatje kuantike në momentet e para të Big Bangut. Në shkallën e gjatësisë Planck, rreth 165 fuci negative 10 metra, hapësira dhe koha nuk janë të qeta. Ato janë një shkum kuantike, një vallëzim i vazhdueshëm ku grimcat virtuale shfaqen dhe zhduken, ku energjia merret hua nga vakumi dhe kthehet në kohë aq të shkurtër sa parimi i pasigurisë e lejon. Në momentet e para të universit, këto luhatje mikroskopike u zmadhuan nga një proces që quhet inflacion kozmik. Për një fraksion të vogël të sekondës, rreth 134 fuci negative 10 sekonda, universi u zgjerua me një faktor më të madh se 26 fuci 10. Çdo pikë u shndërrua në një rajon më të madh se universi i dukshëm sot. Dhe ato luhatje kuantike, ato ndryshime të vogla në dëndësi, u zmadhuan në shkallë kozmike. Ato u bën farat nga të cilat u rritën të gjitha strukturat. Rajonet me dëndësi pak më të lartë tërhoqën më shumë materie me gravitacion. Ato u bën më të densa. Ato tërhoqën eve më shumë materie. Dhe kështu, gradualisht, gjatë qindra miliona vjetësh, u formuan galaktikat e para, yjet e parë, elementet e rënda, planetet, jeta.
Çdo atom në trupin tuaj, karboni në ADN-n tuaj, kalciumi në kockat tuaja, hekuri në gjakun tuaj, u krijua në zemrën e një ylli që shpërtheu para se dielli të lindë. Ju jeni, fjalë për fjalë, pluhur yjor. Por jo vetëm kaq. Ju jeni rezultati i drejt për drejt i atyre luhatjeve kuantike që ndodhen në momentin e parë të Big Bangut. Pa ato ndryshime të vogla në dëndësi, universi do t'ishte mbetur një plazm uniforme për gjithmonë. Asnjë struktur, asnjë kompleksitet, asnjë jetë. Fakti që ju ekzistoni është prova që universi i hershëm nuk ishte plotësisht uniform. Ai kishte një strukturë të koduar në nivelin kuantik që u zhvillua gjatë miliarda vjetësh në kompleksitetin që shohim sot. Por kur ne shikojmë hartën e rrezatimit kozmik të sfondit, hartën më të detajuar të cilës u krijua nga sateliti Planck i Agjencisë Hapësinore Evropiane midis viteve 2009 dhe 2013, ne shohim diçka të mahnitshme. Ne shohim një hartë të temperaturës së universit kur ai ishte vetëm 380.000 vjeç. Dhe ajo hartë nuk është plotësisht uniforme. Ka pika pak më të nxehta dhe pak më të ftohta, ndryshime në temperaturë në shkallën e një pjese në 100.000. Këto ndryshime të vogla janë gjurmët e atyre luhatjeve kuantike. Ato janë fotografia më e vjetër e mundshme e universit. Dhe kur i analizojmë ato me kujdes, ne mund të lexojmë historinë e gjithçkaje që ndodhi më pas. Rajonet pak më të nxehta korrespondonin me rajonet me dëndësi pak më të ulët. Rajonet pak më të ftohta korrespondonin me rajonet me dëndësi pak më të lartë. Dhe ato rajone me dëndësi më të lartë u bën farat e turmave të galaktikave. Kur ne krahasojmë hartën e rrezatimit kozmik me hartën e shpërndarjes së galaktikave sot, ne shohim një korrespondencë të drejtë për drejtë. Galaktikat janë të përqendruara pikërisht në ato rajone ku rrezatimi kozmik tregon një temperaturë pak më të ulët. Struktura e madhe e universit sot, rrjeti kozmik i filamenteve dhe zbrazdirave, është një pasqyrim i drejt për drejt i strukturës që ekzistonte në momentin e çlirimit të dritës. Ne po shikojmë të njëjtën strukturë në dy momente të ndryshme të historisë kozmike. Dhe kjo na lejon të testojmë modelet tona të fizikës me një saktësi të pabesueshme. Por ka diçka eve më të thellë këtu. Kur ne matim polarizimin e rrezatimit kozmik, drejtimin në të cilin valët elektromagnetike po lkunden, ne mund të zbulojmë informacion për ato që ndodhen eve më herët se momenti i çlirimit të dritës. Në vitin 2014, eksperimenti BICEP-2 në polin jugor raportoi zbulimin e një modeli të veçantë të polarizimit që do të ishte shkaktuar nga valët gravitacionale primare, valëzimet në vetë hapësirëkohën që u krijuan gjatë inflacionit kozmik. Nëse kjo do të konfirmohej, do të ishte prova e drejt për drejt e inflacionit. Do të ishte dëgjimi i ehonës së vet, lindjes së universit. Megjithatë, analiza e mëvonshme tregoi që sinjali ishte ndoshta kontaminuar nga pluhuri galaktik. Pyetja mbetet e hapur. Por fakti që ne mund ta bëjmë këtë pyetje, që ne mund të projektojmë eksperimente për ta testuar atë, është vetë një mrekulli. Ne jemi krijesa të vogla në një planet të vogël, duke shikuar mbrapsht në kohë drejt momentit kur universi lindi. Dhe ne po lexojmë atë moment me një saktësi që do të dukej magjike për çdo civilizim të së kaluarës. Por çfarë do të thotë kjo për natyrën e errësirës? Çfarë do të thotë kjo për atë që ne nuk shohim? Kur ju shikoni qielin e natës, ju po shikoni kryesisht të kaluarën. Drita nga ylli më i afërt, Proxima Centauri, ka udhëtuar 4,2 vjet për të arritur në sytë tuaj. Drita nga galaktika Andromeda ka udhëtuar 2.500.000 vjet. Drita nga turmat e larta të galaktikave ka udhëtuar miliarda vjet. Ju nuk po shikoni universin siç është tani. Ju po shikoni një mozaik të momenteve të ndryshme historike, të gjitha të shfaqura njëkohësisht në qiellin tuaj. Sa më thellë të shikoni në hapësirë, aq më thellë shikoni në kohë. Dhe kufiri përfundimtar i asaj që mund të shihni nuk është një kufir hapësinor, është një kufir kohor. Është momenti kur universi u bë transparent. Përtej atij momenti, universi ishte opak. Drita nuk mund të udhëtonte.
Dhe kështu, pavarësisht sa të fuqishëm të bëhen teleskopët tanë, ne nuk do të mund të shohim kur më larg se ajo. Ne nuk do të mund të shohim kur Big Bangun vet. Por ne mund ta dëgjojmë atë. Rrezatimi kozmik i sfondit është jehona e atij momenti, dhe duke studiuar atë jehon me kujdes të jashtëzakonshëm, ne mund të mësojmë gjithçka që ka për të mësuar për kushtet në universin e hershëm. Por ka një kufizim tjetër, më i thellë. Për shkak të zgjerimit të përshpejtuar të universit, ka galaktika që po largohen nga ne më shpejt se shpejtësia e dritës. Jo sepse ato po lvizin në përhapësirë më shpejt se drita, asgjë nuk mund ta bëjë këtë, por sepse hapësira midis nesh dhe tyre po krijohet aq shpejt sa drita që ato lëshojnë nuk do të na arrijë kurrë. Ka një horizont kozmik përtej të cilit ne nuk mund të shohim, jo sepse drita nuk ka pasur kohë të udhtojë, por sepse ajo nuk do të arrijë kurrë, pavarësisht sa të presim. Dhe ky horizont po të kurret. Çdo ditë që kalon, ka galaktika që kalojnë përtej atij horizonti dhe zhduken nga universi i dukshëm përgjithmonë. Në një të ardhme të largët, në rreth 100 miliard vjet, të gjitha galaktikat jashtë grupit ton lokal do të kenë kaluar përtej horizontit. Një civilizim që do të lindte në atë kohë do të shihte një univers shumë të ndryshëm nga yni. Ata do të shihnin vetëm galaktikën tonë dhe disa fqinj të afërt, të zhytur në një errësirë absolute. Ata nuk do të shihnin asnjë provë të zgjerimit të universit. Ata nuk do të mund të zbulon në rrezatimin kozmik të sfondit, sepse ai do të ishte zgjatur aq shumë sa do të ishte i pazbuluar. Ata do të mendonin që universi është statik dhe i përjetshëm. Ata do të ishin në gabim, por nuk do të kishin asnjë mënyrë ta dinin. Ne jemi të privilegjuar të jetojmë në një epokë kur universi ende zbulon sekretet e tij. Por ky privilegj nuk do të zgjas përgjithmonë. Por çfarë është saktësisht kjo materie e errët që mbush hapësirën midis yjeve? Çfarë janë këto grinca të padukshme që përbëjnë 5/6 e gjithë materjes në univers? Për më shumë se 80 vjet, fizikanët kanë propozuar vjetra kandidat. Grinca masive që ndërveprojnë dobët, të ashtu quajturat WIMP, aksione, grinca hipotetike me masë jashtëzakonisht të vogël, neutrino sterile, vrima të zeza primare. Çdo kandidat ka argumente teorike në favor të tij. Çdo kandidat parashikon efekte të caktuara që mund të maten. Por deri më sot, asnjë eksperiment nuk ka zbuluar drejt për drejt asnjë grimcë të materjes së errët. Ne e dim që ajo është aty, sepse e shohim efektin e saj gravitacional, por natyra e saj mbetet një nga misteret më të mëdha të fizikës moderne. Imagjinoni një oqean të padukshëm që rrethon çdo gjë që mund të shihni. Çdo yll që shkëlqen në qiell është si një ishull i vogël në këtë oqean. Çdo galaktik është si një arkipelag. Dhe oqeani vet, oqeani i materjes së errët, është 5 herë më i thellë, 5 herë më i gjerë, 5 herë më masiv se të gjitha ishujt së bashku. Por ju nuk mund ta prekni atë oqean. Ju nuk mund ta shihni. Ju mund vetëm ta ndjeni tërheqjen e tij gravitacionale. Mënyrën se si ai përkul rrugën e dritës. Mënyrën se si ai mban strukturat kozmike së bashku. Në vitin 2021, teleskopi hapësinor Hubble kreu një vëzhgim të jashtëzakonshëm. Duke përdorur një fenomen që quhet lentila gravitacionale, përkulja e dritës nga fusha gravitacionale, astronomët krijuan një hartë të shpërndarjes së materjes së errët në një turm të madhe galaktikash të quajtur Abell 170. Ajo që ata pan ishte një strukturë filamentoze, një rrjet i hollë fiesh të materjes së errët që lidh galaktikat si një rrjet me rimange kozmike. Galaktikat nuk janë të shpërndara rastësisht në hapësirë. Ato janë të thurura në një strukturë të madhe që shtrihet në qindra miliona vjet drite. Dhe kjo strukturë nuk është bërë nga materia e dukshme. Ajo është bërë nga materia e errët. Yjet dhe gazi thjesht ndjekin rrugët që materia e errët ka krijuar. Kjo strukturë quhet rrjeti kozmik, dhe ajo është një nga zbulimet më të bukura dhe më të çuditshme të astronomisë moderne. Nëse do të mund të zmadhonit pamjen tuaj dhe të shinit universin në shkallë prej miliarda vjetësh drite, ju nuk do të shinit një shpërndarje uniforme të galaktikave. Ju do të shinit një strukturë që ngjan me një sfungjer. Filamente të gjata dhe të holla ku galaktikat janë të përqendruara,
të lidhura në nyje masive, ku turmat e mëdha të galaktikave ndodhen. Dhe midis këtyre filamenteve, zbrazdira. Rajone të mëdha, pothuajse plotësisht të zbrazda, me diametër 10 miliona vjet drite, ku pothuajse nuk ka galaktika fare. Këto zbrazdira nuk janë vërtet të zbrazda. Ato përmajnë ende materiet e errët dhe gaz të rrallë, por ato janë aq të rralla sa duken si hiqi në krahasim me densine e filamenteve. Dhe kjo strukturë nuk është statike. Ajo po evoluon. Gravitacioni po tërheq materien nga zbrazdirat drejt filamenteve. Filamentet po ushqejnë turmat. Turmat po përthithin galaktika më të vogla. Çdo galaktik që ju shihni sot është rezultati i miliarda vjetëve të bashkimeve dhe përthithjeve. Galaktika jon, rruga e qumështit, ka gëlltitur vjetra galaktika më të vogla gjatë historisë së saj. Dhe në këtë moment, ajo po gëlltit të paktën 2 galaktika gjyq, Rene Madhe dhe Rene Vogël Magellane, që mund të shihen si 2 re të vogla në qiellin e hemisferës jugore. Por kjo nuk është fundi i historisë. Në rreth 4 miliardë 500 milion vjet, rruga e qumështit do të përplaset me galaktikën Andromeda. Kjo nuk do të jetë një përplasje në kuptimin e zakonshëm. Yjet janë aq larg njëri tjetrit sa shanset që 2 yje të përplasen janë pothuajse 0. Por fushat gravitacionale do të ndërveprojnë. Galaktikat do të kalojnë nëpër njëra tjetrën, do të kthehen mbrapsht, do të përplasen përsëri. Gjatë miliarda vjetëve, ato do të bashkohen në një galaktik të vetme eliptike, që astronomët tashmë e kanë quajtur Milkomeda. Dhe në atë kohë, qielli i natës do të duket shumë ndryshe. Në vend të një brezi të bardhë të rrugës së qumështit, do të ketë një shkëlqim difuz që mbush gjithë qiellin. Yje të rinj do të lindin nga përklasja e rreve të gazit. Disa rajone do të ndizen me formimin e yjeve me një intensitet që nuk është parë kurrë në historinë e galaktikës sonë. Por edhe kjo nuk është fundi. Në shkallë kohe edhe më të gjata, triliona vjet, yjet do të fillojnë të vdesin. Njëri pas tjetrit, ata do të konsumojnë karburantin e tyre bërthamor. Yjet masiv do të shpërthejnë si supernova dhe do të lënë pas vrime të zeza ose yje neutron. Yjet si dielli do të fryhen në gjigant të kuq, do të hedhin shtresat e tyre të jashtme dhe do të kurren në xhuxha të bardhë. Objekte me madhësinë e tokës, por me masën e diellit, aq të densa sa një lugj gjaj e materialit të tyre do të peshonte disa tonë. Dhe gradualisht, universi do të erësohet. Yjet e rinj do të formohen gjithnjë më rrallë, sepse gazi nga i cili ata formohen do të konsumohet. Në fund, pas rreth 100 trilion vjetësh, ylli i fundit do të shuhet. Dhe universi do të hyjë në një epokë që quhet era e degenerimit. Një kohë kur e vetmja dritë do të vijë nga xhuxhat e bardhë që poftohen ngadalë, duke rrezatuar energjinë e tyre të mbetur në hapësirë. Por edhe kjo nuk është fundi. Në shkallë kohe edhe më të gjata, 150 fuqi 10 vjet, edhe xhuxhat e bardhë do të ftohen plotësisht. Ato do të bëhen xhuxha të zinj, objekte që nuk lëshojnë më dritë fare. Dhe në atë kohë, universi do të jetë i errët në mënyrë absolute. Asnjë yll, asnjë dritë. Vetëm vrime të zeza dhe mbetje të ftohta të asaj që dikur ishin yje. Kjo epokë quhet era e vrimave të zeza, dhe ajo do të zgjas shumë më gjatë se çdo epokë tjetër në historinë e universit, por edhe vrimat e zeza nuk janë të përjetshme. Në vitin 1974, fizikani britanik Stephen Hawking zbuloi që vrimat e zeza nuk janë plotësisht të zeza. Ato lëshojnë rrezatim, një proces kuantik ku çifte grimkash virtuale formohen në buzë të horizontit të ngjarjeve, dhe njëra grimc bie në vrimën e zezë, ndërsa tjetra shpëton. Për një vëzhgues të jashtëm, kjo duket sikur vrima e zezë po lëshon rrezatim, dhe duke lëshuar rrezatim, ajo po humb mas. Procesi është jashtëzakonisht i ngadalt. Një vrimë e zezë me masën e diellit do të evaporohej në rreth 26 fuqi 64 vjet. Por në fund, çdo vrimë e zezë do të evaporohet plotësisht. Dhe kur vrima e fundit e zezë të zhduket, universi do të hyjë në erën e errët, një gjendje ku nuk ka më asnjë strukturë, asnjë kompleksitet, vetëm një sup i holl grimkash që po shpërndahen në një hapësirë që po zgjerohet përgjithmonë.
Kjo është fati përfundimtar I universit sipas kuptimit ton aktual të fizikës. Jo një fund dramatik, por një zbeje ngadalt në errësirë dhe ftohtësi. Një vdekje termike ku çdo gjë arrin të njëjtën temperaturë dhe asgjë më nuk mund të ndodhë. Por kjo është një parashikim për një të ardhme aq të largët sa numrat bëhen pothuajse pa kuptim. 100 fuqi 10 vjet. 150 fuqi 10 vjet. 100 fuqi 100 vjet. Këto janë kohë aq të gjata sa e gjithë historia e universit deri më sot. 38 miliard vjet. Është si një kërcitje syri në krahasim. Dhe në këto shkallë, kohe, edhe ligjet e fizikës që ne I dim mund të mos jenë më të vlefshme. Mund të ketë procese që ne nuk I kuptojmë ende. Mund të ketë fenomene që shkenca jonë aktuale nuk mund t'i parashikojë. Por le të kthehemi në të tashmen. Le të kthehemi në atë që ne mund të vëzhgojmë tani. Kur astronomët studiojnë shpërndarjen e galaktikave në shkallë të madhe, ata përdorin një teknik të quajtur spektroskopi. Ata marrin dritën nga mjera galaktika dhe ndajnë atë në spektër, një ylber I detajuar që tregon cilat gjatësivale janë të pranishme. Çdo element kimik thith dhe lëshon dritë në gjatësivale specifike. Hidrogjeni ka vija karakteristike, oksigjeni ka vija të tjera. Duke analizuar këto vija, astronomët mund të përcaktojnë përbërjen kimike të një galaktike, por ata mund të bëjnë diçka edhe më të fuqishme. Ata mund të matin sa shumë janë zhvendosur këto vija drejt skajt të kuq të spektrit, një fenomen I quajtur zhvendosje e kuqe. Zhvendosja e kuqe është pasojë drejt për drejt e zgjerimit të universit, ndërsa drita udhton në përhapësirë që po zgjerohet, gjatësia e valës së saj zgjatet. Drita blu bëhet jeshile. Drita jeshile bëhet verdhë. Drita verdhë bëhet e kuqe. Drita e kuqe bëhet infra e kuqe. Sa më e madhe të jetë zhvendosja e kuqe, aq më larg është objekti dhe aq më shpejt po largohet nga ne. Duke matur zhvendosjen e kuqe të mjera galaktikave, astronomët mund të krijojnë një hartë tredimensionale të universit. Ata mund të shohin se si galaktikat janë të shpërndara në hapësirë, dhe ajo që ata shohin është rrjeti kozmik. Një nga projektet më ambicioze për hartimin e këtij rrjeti është studimi spektroskopik I lëkundjes barionike, BOS. Midis viteve 2009 dhe 2014, ky projekt mati zhvendosjen e kuqe të më shumë se 1.500.000 galaktikave. Rezultati ishte harta më e detajuar e strukturës së madhe të universit që është krijuar ndonjëherë. Dhe ajo hartë konfirmon me saktësi të jashtëzakonshme parashikimet e modelit kozmologjik standard. Shpërndarja e galaktikave që ne shohim sot përputhet saktësisht me atë që do të pritej nga luhatjet e vogla në rrezatimin kozmik të sfondit. Universi në moshën 38 miliard vjet është saktësisht ajo që do të pritej nga universi në moshën 380.000 vjet, I evoluar sipas ligjeve të gravitacionit dhe zgjerimit. Por ka diçka edhe më të mahniqme në këtë hartë. Kur astronomët matën distancën e saktë të galaktikave, duke përdorur një veçori të quajtur lëkundja akustike barionike, një model I vogël në shpërndarjen e galaktikave që është një relikt I valve të zërit në plazmin e hershëm, ata zbuluan që ata mund ta përdorin këtë si një masë standarde. Ashtu si një arkitekt përdor 1 metër për të matur distanca, astronomët mund të përdorin lëkundjen akustike barionike për të matur distanca kozmike. Dhe kur ata e bën këtë, ata zbuluan diçka të papritur. Shkalla e zgjerimit të universit nuk është e njëjtë në të gjitha drejtimet. Ka një asimetri e vogël. Universi po zgjerohet pak më shpejt në disa drejtime se në të tjera. Kjo asimetri është jashtëzakonisht e vogël, vetëm disa pjesë në 100.000, por ajo është e matshme. Dhe ajo ngre një pyetje thelbësore. A është universi vërtet izotropik? A duket I njëjtë në të gjitha drejtimet? Apo ka një strukturë të preferuar, një drejtim të veçantë? Kjo pyetje lidhet me një nga supozimet themelore të kozmologjisë moderne, parimi kozmologjik. Ky parim thotë që universi, kur shikohet në shkallë mjaft të madhe, është homogjen dhe izotropik. Çdo pikë është ekuivalente me çdo pikë tjetër. Asnjë drejtim nuk është I veçantë. Ne nuk jemi në një vend të veçantë në univers.
Ky parim ka qenë themeli i të gjithë kozmologjisë moderne, që nga puna e Edwin Hubble. Por nëse ka një asimetri të vërtet në zgjerimin e universit, atëherë ky parim mund të jetë një parafrim, jo një e vërtet absolute. Disa fizikan kanë propozuar që universi ynë mund të jetë vetëm një flusk në një multivers më të madh, një rajon ku konstantet fizike kanë vlerat që ne i vëzhgojmë, por që është i zhytur në një oqean më të madh ku këto konstante marrin vlera të ndryshme. Në këtë skenar, ajo që ne e quajmë Big Bang ishte thjesht lindja e fluskës son, jo e gjithë realitetit. Mund të ketë flusk të tjera, universi të tjera, me ligje fizike plotësisht të ndryshme. Disa prej tyre mund të kenë 3 dimensione hapësinore, si yni. Të tjerë mund të kenë më shumë ose më pak. Disa mund të kenë forca themelore të ngjashme me tonat. Të tjerë mund të kenë forca plotësisht të ndryshme. Dhe në shumicën dërmuese të këtyre universive, kushtet nuk do të ishin të përshtatshme për jetën. Atomet nuk do të mund të formohen. Yjet nuk do të mund të ndizen. Kompleksiteti nuk do të mund të evoluojë. Ne ekzistojmë në një univers ku konstantet fizike kanë vlera të cilat lejojnë ekzistencën tonë. Kjo nuk është një mrekulli, është një domosdoshmëri logjike. Nëse konstantet do të ishin ndryshe, ne nuk do të ishim këtu për t'i vëzhguar ato. Ky argument quhet parimi antropik, dhe ai është një nga argumentet më kontroverse në fizikën moderne. Disa fizikanë e shohin atë si një shpjegim të thellë për strukturën e universit. Të tjerë e shohin atë si një dorëzim, një pranim që ne nuk mund të shpjegojmë pse ligjet e fizikës janë ato që janë. Por pavarësisht nga interpretimi filozofik, fakti mbetet. Ne jetojmë në një univers me veti të jashtëzakonshme. Masa e elektronit, forca e gravitacionit, konstanta kozmologjike që përshkruan energjinë e errët. Të gjitha këto vlera duken të rregulluara me saktësi për të lejuar ekzistencën e strukturave komplekse. Nëse masa e elektronit do të ishte vetëm pak më e madhe, atomet nuk do të mund të formonin lidhje kimike. Nëse forca e gravitacionit do të ishte pak më e fortë, yjet do të digjeshin shumë shpejt për të lejuar evolucionin e jetës. Nëse konstanta kozmologjike do të ishte shumë më e madhe, universi do të ishte zgjeruar aq shpejt sa galaktikat nuk do të mund të formohen kurrë. A është kjo një koincidencë? Apo ka një shpjegim më të thellë? Disa teoricien kanë propozuar që mund të ketë një parim më themelor që përcakton vlerat e këtyre konstanteve. Një teori përfundimtare që bashkon të gjitha forcat e natyrës dhe që parashikon saktësisht çdo vlerë që ne matim. Teoria e superstringut është një kandidate për një teori të tillë. Ajo propozon që grincat themelore nuk janë pika pa dimensione, por fije të vogla një-dimensionale që lëkunden në një hapësirë me 10 dimensione. Mënyrat e ndryshme të lëkundjes korespondojnë me grinca të ndryshme, elektrone, kuarke, fotone. Por teoria ka një problem. Ajo parashikon jo një univers, por rreth 100 fuci 500 universi të mundshme, secili me një konfiguracion të ndryshëm të dimensioneve të fshehura dhe me vlera të ndryshme të konstanteve fizike. Ky peizazh i gjerë i zgjidhjeve quhet peizazhi i stringut, dhe ai e bën pothuajse të pamundur të parashikohet se cili univers është yni. Kjo ka quar disa fizikan të propozojnë që të gjitha këto universi ekzistojnë vërtet. Që çdo zgjidhje e mundshme e ekuacioneve të teorisë së stringut korespondon me një univers real në multivers, dhe ne thjesht ndodhemi në një nga ato universi ku kushtet janë të përshtatshme për jetën. Kjo është një ide e mahnitshme, por ajo është gjithashtu e patestuar dhe ndoshta e patestueshme. Nëse universi të tjera ekzistojnë, por janë plotësisht të shkëputura nga uni, atëherë nuk ka mënyrë të drejt për t'i vëzhguar ato, dhe pa vëzhgim, shkenca nuk mund të përparojë. Por le të kthehemi në atë që ne mund të vëzhgojmë. Le të kthehemi në errësirën që na rrethon. Kur ju shikoni qielin e natës nga një vend i errët, larg ndriçimit artificial, ju mund të shihni rrugën e Qumështit, një brez i bardh që kalon nëpër qiell. Ky brez është pamja e galaktikës son nga brenda. Ne jemi të vendosur në një disk të shesht yjesh, dhe kur shikojmë përgjatë rrafshit të diskut, shohim miliarda yje të mbivendosur përgjatë vijës së shikimit. Por kur shikojmë lart ose poshtë nga rrafshi, shohim shumë më pak yje.
Dhe përtej yjeve të galaktikës son, në hapësirën e thellë midis galaktikave, ka një errësirë që duket absolute, por ajo errësirë nuk është e zbrazët. Ajo është e mbushur me materie të errët. Ajo është e mbushur me energji të errët. Ajo është e mbushur me rrezatim kozmik. Ajo është e mbushur me neutrino. Ajo është e mbushur me grinca të tjera që ne nuk I kemi zbuluar ende. Çdo centimetër kub I asaj errësire përmban energji. Çdo metër kub përmban mas. Universi nuk është një zbraztje vdekur. Ai është një oqean I gjallë I fushave dhe grincave që ndërveprojnë vazhdimisht duke krijuar dhe duke shkatërruar, duke lëvizur dhe duke ndryshuar. Dhe ne jemi pjesë e këtij oqeani. Çdo atom në trupin tuaj ka qenë dikur pjesë e një ylli. Çdo molekule ujit që pini ka qenë dikur në një rrë ndërjore. Çdo frymëmarrje që merrni përmban atome që kanë qenë në mushkëritë e qenive të tjera, njerëz, kafsh, bime që jetuan miliona vjet më parë. Ju nuk jeni të ndarë nga universi. Ju jeni një shprehje e tij. Ju jeni një mënyrë që universi po bëhet I vetëdijshëm për vetveten. Kjo nuk është një metaforë poetike. Kjo është një fakt fizik. Atomet që përbëjnë trurin tuaj u krijuan në zemrën e yjeve që shpërtyen para se sistemi diellor të formohej. Energjia që ushqen mendimet tuaja vjen nga ushqimi që hani, I cili vjen nga bimët që kryejnë fotosintezë, të cilat marrin energjinë e tyre nga dielli, I cili e prodhon energjinë e tij nga bashkimi bërthamor, I cili është një proces që ndodh sepse konstantet fizike të universit kanë vlerat që kanë. Çdo mendim që mendoni, çdo ndjenjë që ndjeni, çdo vendim që merrni, është rezultati një zinxhiri shkaksor që shtrihet mbrapsht në kohë deri në momentin e Big Bangut. Dhe kjo ngre një pyetje thelbësore. Çfarë është vetdia? Si mund një grumbull atomesh, karboni, hidrogjeni, oksigjeni, azoti të bëhet I vetëdijshëm? Si mund materia të krijojë përvojën subjektive? Kjo është një nga pyetjet më të vështira në shkencë. Neuroshkenca ka bërë përparime të mëdha në kuptimin e mekanizmave të trurit. Ne e dim se cilat rajone të trurit janë aktive kur mendoni për një fjalë. Ne e dim se si neuronet komunikojnë me njëra tjetrën përmes sinapseve. Ne e dim se si neurotransmituesit ndikojnë në gjendjen tuaj të mendjes. Por ne ende nuk e dim si këto procese fizike krijojnë përvojën subjektive të qenit ju. Pse ka diçka që ndihet si të jesh ju? Pse nuk jeni thjesht një robot biologjik që përpunon informacion pa asnjë përvojë të brendshme? Disa filozofë dhe shkencëtar kanë propozuar që vetëdia mund të jetë një veti themelore e universit, si masa ose ngarkesa elektrike, që çdo sistem që përpunon informacion në një mënyrë të caktuar ka një shkallë të vetdijes. Një trup njerëzor ka një shkallë të lartë, një kafsh ka një shkallë më të ulët, një kompjuter mund të ketë një shkallë eve më të ulët. Kjo ide quhet panpsikizëm dhe ajo është kontroverse. Por ajo ofron një mënyrë për të menduar për vetdijen që nuk e trajton atë si një mrekulli që shfaqet papritur kur materia organizohet në një mënyrë të saktë. Të tjerë kanë propozuar që vetdia është një fenomen emergjent, diçka që shfaqet kur një sistem bëhet mjaft kompleks. Ashtu si temperatura është një veti që shfaqet kur keni një numër të madh molekulash që lvizin, por që nuk ka kuptim për një molekull të vetme. Vetdia mund të jetë një veti që shfaqet kur keni një numër të madh neuronesh që ndërveprojnë, por që nuk ka kuptim për një neuron të vetëm. Por pavarësisht nga shpjegimi, fakti mbetet. Ju jeni të vetëdijshëm. Ju po përjetoni këtë moment. Ju po dëgjoni këto fjalë. Ju po mendoni për kuptimin e tyre. Dhe kjo përvojë subjektive e të qenit ju, është një nga fenomenet më të çuditshme në univers. Ajo është një nga gjërat që shkenca ende nuk e kupton plotësisht. Por ajo që shkenca e kupton është se ju jeni të lidhur thellësisht me gjithçka tjetër. Atomet tuaja kanë qenë në vende të tjera. Ato do të jenë në vende të tjera pas jush. Energjia që ju përdorni ka udhëtuar nga dielli. Ajo do të kthehet në mjedis. Ju nuk jeni një entitet I izoluar. Ju jeni një model kalimtar në rrjedhën e materjes dhe energjisë që përbën universin. Dhe kur ju shikoni qiellin e natës dhe shihni errësirë, ju po shihni një iluzion. Ju po shihni kufizimin e shqisave tuaja, jo realitetin e universit. Në të vërtetë, çdo pikë e asaj errësire
është e mbushur me dritë që sytë tuaj nuk mund ta shohin. Çdo metër kub i hapësirës është i mbushur me materie që instrumentet tuaja zakonshme nuk mund ta zbulojnë. Çdo moment i ekzistencës suaj është i shytur në një oqean energjie që shtrihet nga momenti i Big Bangut deri në horizontin kozmik. Errësira është një gënjeshtër. Universi është plot me dritë. Dhe ju jeni një pjesë e asaj drite. Një mënyrë që universi po bëhet i vetëdijshëm për bukurinë dhe kompleksitetin e tij të pafund. Por si mund të zbulosh diçka që nuk ndërvepron me dritën? Si mund të gjuash një hije? Në thelësitë e minierës Sanford në Dakota e Jugut, 1500 metra nën sipërfaqen e tokës, në një dhomë të gvëndur nga shkëmbi, qëndron një nga eksperimentet më të çuditshme që njerëzimi ka ndërtuar ndonjëherë. Një rezervuar që përmban 10.000 kg ksenon të lëngshëm, të ftohur në -100 gradë Celsius, i rrethuar nga qindra sensor që presin të kapin një ngjarje që ndodh më rrallë se një herë në një vit. Ky është eksperimenti Lux Zeppelin, një gjytari i materjes së errët. Dhe ai është vetëm një nga 10 eksperimente të ngjashme që funksionojnë në këtë moment në përbot, të gjithë duke pritur të kapin një grimc që teorikisht duhet të kalojë nëpër tokë, sikur planeti ynë të mos ekzistonte fare. Ideja është e thjeshtë në parim, por e jashtëzakonshme në ekzekutim. Nëse materia e errët vërtet përbëhet nga grimca masive që ndërveprojnë dobët, atëherë miliarda prej tyre po kalojnë nëpër trupin tuaj në çdo sekond. Shumica kalojnë pa lënë gjurmë, por statistikisht një herë në një kohë të gjatë, një grimcë e materjes së errët mund të përplaset me një bërtham atomi. Dhe ajo përplasje e vetme, e rrallë, e qastit, do të shkaktojë që bërthamën të tundet, duke lëshuar një sasi të vogël energjie që mund të zbulohet. Kjo është ajo që eksperimentet po kërkojnë, jo një sinjal të vazhdueshëm, por një shkrepje të vetme drite në errësirë. Një ngjarje aq e rrallë sa duhet të eliminosh çdo burim tjetër të mundshëm të zhurmës. Prandaj eksperimenti është nën tokë. Shkëmbi mbi të blokon rrezatimin kozmik, shiun e vazhdueshëm të grincave me energji të lartë që bombardojnë tokën nga hapësira. Prandaj ksenoni është i rrethuar nga shtresa mbrojtëse, uji i pastër, plumb, polietilen që blokojnë rrezatimin nga vetë shkëmbi. Prandaj çdo komponent është zgjedhur për radioaktivitetin minimal. Prandaj sensorët janë kalibruar me një saktësi që arrin në nivelin e grincave individuale. Gjithçka është projektuar për të eliminuar çdo burim të mundshëm të sinjalit të REM, për të izoluar atë ngjarje të vetme, të vërtet, kur një grincë e materjes së errët prek një atom të ksenonit. Dhe megjithatë, pas vitesh funksionimi, asnjë zbulim i qartë nuk është bërë. Kjo nuk do të thotë që materia e errët nuk ekziston. Kjo do të thotë vetëm që nëse ajo përbëhet nga WIMP, grimca masive që ndërveprojnë dobët, atëherë ato ndërveprojnë edhe më dobët se sa pritej. Çdo eksperiment që nuk gjen asgjë vendos kufi më të rrept në vetit e mundshme të materjes së errët. Çdo dështim ngushtë hapësirën e parametrave ku ajo mund të fshihet. Dhe kjo është mënyra se si shkenca përparon, jo vetëm përmes zbulimeve, por përmes eliminimit të mundësive. Por ka mënyra të tjera për të gjuajtur materjet e errët. Në vitin 2013, Stacioni Hapësinor Ndërkombëtar installoi një instrument të quajtur spektrometri magnetik alfa, AMS. Ky është një detektor grimcash kozmike që analizon përbërjen e rrezatimit që godet stacionin nga hapësira. Qëllimi është të kërkojë një sinjal specifik, një tepritse pozitroneve, antimaterie e elektroneve me energji të caktuara. Nëse grimcat e materjes së errët përplasen me njëra tjetrën në haloet e galaktikave, ato mund të shkatërohen reciprokisht, duke prodhuar çifte grimcesh dhe antigrimcesh. Dhe disa nga ato pozitrone mund të udhtojnë nëpër hapësirë dhe të arrijnë në detektorët tanë. Në vitin 2013, AMS raportoi se kishte zbuluar një tepritse të tillë, por burimi i saj mbetet i paqartë. Mund të jetë materia e errët, mund të jenë pulsar, yje neutron që rrotullohen shpejt, mund të jenë procese astrofizike të tjera që ne nuk i kuptojmë plotësisht. Kjo është sfida e madhe e zbulimit të materjes së errët. Çdo sinjal që ne zbulojmë mund të ketë shpjegime alternative,
Çdo anomali mund të jetë rezultati i proceseve të zakonshme që ne nuk i kemi modeluar mjaft mirë. Për të provuar se keni zbuluar materje të errët, ju duhet jo vetëm të shihni një sinjal, por të eliminoni çdo shpjegim tjetër të mundshëm. Ju duhet të shihni të njëjtin sinjal në eksperimente të ndryshme, duke përdorur metoda të ndryshme në vende të ndryshme. Ju duhet të ndërtoni një rast aq të fortë sa asnjë skeptik i arsyeshëm nuk mund ta refuzojë. Dhe kjo ende nuk ka ndodhur. Por ndërsa materia e errët mbetet e paqasitshme, energjia e errët është edhe më enigmatike. Në vitin 1988, fizikani teorik Steven Weinberg publikoi një artikull ku ai llogariti vlerën e pritur të energjisë së vakumit, energjia që duhet të ekzistojë në hapësirën e zbrazët sipas mekanikës kuantike. Rezultati ishte shokues. Sipas llogaritjeve të tij, energjia e vakumit duhej të ishte rreth 120 fuqi 10 herë më e madhe se vlera që vëzgohet. Kjo është ndoshta mospërputhja më e madhe midis teorisë dhe vëzhgjimit në të gjithë historinë e fizikës. Nëse energjia e vakumit do të kishte vlerën që teoria parashikon, universi do të ishte zgjeruar aq shpejt sa asnjë strukturë nuk do të mund të formohej kurrë. Galaktikat nuk do të ekzistonin. Yjet nuk do të ekzistonin. Ne nuk do të ekzistonim. Por ne ekzistojmë. Dhe kjo do të thotë që diçka në kuptimin ton të mekanikës kuantike ose të gravitacionit është thellësisht e gabuar. Disa fizikanë kanë propozuar që mund të ketë një mekanizëm të panjohur që anulon energjinë e vakumit, një lloj simetrie që e redukton atë në një vlerë shumë më të vogël. Të tjerë kanë propozuar që energjia e errët nuk është energji e vakumit fare, por një fushë dinamike e quajtur quintessencë, që ndryshon me kohën dhe hapësirën. Të tjerë ende kanë propozuar që ligjet e gravitacionit të Einsteinit mund të jenë të pasakta në shkallë kozmike, dhe që ajo që ne interpretojmë si energji të errët është në të vërtetë një modifikim i vetë gravitacionit. Por çdo propozim ka problemet e veta. Çdo teori alternative duhet të shpjegojë jo vetëm zgjerimin e përshpejtuar, por edhe të gjitha vëzhgjimet e tjera që ne kemi, strukturën e rrezatimit kozmik të sfondit, shpërndarjen e galaktikave, abundancën e elementeve të lehta. Dhe deri më sot, asnjë teori alternative nuk e bën këtë aq mirë sa modeli standard kozmologjik me energji të errët. Por çfarë do të thotë kjo për natyrën e realitetit? Kjo do të thotë që 95% e universit përbëhet nga diçka që ne nuk e kuptojmë. Kjo do të thotë që çdo atom që ne mund të shohim, çdo yll, çdo galaktik, çdo re gazi, çdo planet, çdo qenie e gjallë. E gjithë kjo përbën vetëm 5% të gjithçkaje që ekziston. Pjesa tjetër është një mister i plot. Imagjinoni të jeni një qenie që jeton në sipërfaqen e një oqeani. Ju mund të shihni valët, ju mund të ndjeni erën, ju mund të shihoni kripën, por ju nuk mund të shihni thellësitë. Ju nuk e dini se çfarë gjendet nën sipërfaqe. Ju nuk e dini sa i thellë është oqeani. Ju nuk e dini çfarë krijesash jetojnë aty. Gjithçka që ju e dini është ajo që ndodh në sipërfaqe. Një shtresë e hollë ku drita depërton. Kjo është gjendja jonë. Ne jetojmë në sipërfaqen e një oqeani, realiteti që shtrihet shumë përtej asaj që shqisat tona mund të perceptojnë. Por ne nuk jemi plotësisht të verbër. Ne kemi instrumente, ne kemi matematikë, ne kemi aftësinë të arsjetojmë për atë që nuk mund të shohim drejt për drejt. Në vitin 2015, Observatori i valeve gravitacionale me interferometer lazer, LIGO, zbuloi për herë të parë valë gravitacionale, valëzime në vetë pëllhurën e hapësirkohës që u krijuan nga bashkimi i dy vrimave të zeza, secila me masë rreth 30 herë më të madhe se dielli, në një distancë prej 1 miliard e 300 milion vjetësh drite. Kjo ishte një nga zbulimet më të rëndësishme në historinë e fizikës. Ajo konfirmoi një parashikim që Einsteini kishte bërë 100 vjet më parë. Ajo hapi një dritare plotësisht të re në univers, një mënyrë për të vëzhguar ngjarje që nuk lëshojnë dritë fare. Që atëherë, LIGO dhe detektorë të tjerë të valve gravitacionale kanë zbuluar 10 bashkime të vrimave të zeza dhe yjeve neutron. Çdo zbulim na tregon diçka të re për natyrën e gravitacionit në kushte ekstreme. Çdo zbulim
na jep një mënyrë të re për të testuar teorinë e relativitetit të përgjithshëm. Dhe çdo zbulim na kujton që universi është shumë më i pasur, shumë më kompleks se sa mund të zbulojmë me dritën e vetme. Por valet gravitacionale kanë një potencial edhe më të madh. Në të ardhmen, detektor më të ndjeshëm mund të jenë në gjendje të zbulojnë valë gravitacionale nga vetë Big Bangu, një sinjal që do të na tregonte për kushtet në momentin e parë të ekzistencës së universit. Kjo do të ishte ekuivalenti i dëgjimit të zërit të vetë krijimit. Kjo do të ishte një dritare në një epokë që asnjë teleskop optik nuk mund të arrijë kurrë. Dhe kjo na çon në një pyetje thelbësore. Çfarë ka përtej horizontit ton të vëzhgjimit? Ne e dim që universi i dukshëm ka një kufi, jo një kufi hapësinor, por një kufi kohor. Ne nuk mund të shohim më larg se momenti kur universi u bë transparent, 38 miliard vjet dritë larg në çdo drejtim. Por kjo nuk do të thotë që universi përfundon aty. Kjo do të thotë vetëm që drita nga rajone më të largëta nuk ka pasur kohë të na arrijë ende. Ose, për shkak të zgjerimit të përshpejtuar, nuk do të na arrijë kurrë. Por çfarë ndodh në ato rajone? A janë ato të ngjashme me rajonin ton? A kanë ato të njëjtat ligje fizike? A ka jetë aty? Ne nuk mund ta dimë. Të paktën jo drejt për drejt. Por ne mund të arsyetojmë. Nëse universi është homogen dhe izotropik në shkallë të madhe, nëse parimi kozmologjik është i vërtet, atëherë rajone përtej horizontit ton duhet të jenë statistikisht të ngjashme me rajonin ton. Ato duhet të kenë galaktika, yje, planete. Ato duhet të kenë të njëjtat ligje fizike. Dhe nëse kushtet janë të ngjashme, atëherë jeta mund të ketë evoluar aty gjithashtu. Por kjo është një supozim, një ekstrapolim i bazuar në atë që ne vëzhgojmë këtu. Realiteti mund të jetë shumë më i çuditshëm. Disa kozmologë kanë propozuar që universi i dukshëm mund të jetë vetëm një rajon i vogël i një strukture shumë më të madhe, që inflacioni kozmik, zgjerimi eksponencial që ndodhi në momentin e parë, mund të mos ketë përfunduar kurrë në shkallë globale, që ai mund të vazhdojë përgjithmonë në disa rajone, duke krijuar flusk të reja universish vazhdimisht. Çdo flusk do të kishte kushtet e veta filestare. Çdo flusk do të evoluonte në mënyrë të pavarur, dhe fluskët nuk do të mund të komunikonin me njëra tjetrën, sepse hapësira midis tyre po zgjerohet më shpejt se shpejtësia e dritës. Kjo ide quhet inflacion i përjetshëm, dhe ajo parashikon një multivers, një kolekcion i pafund universish, secili me vetitë veta unike. Disa do të ishin të ngjashëm me tonin, të tjerë do të ishin plotësisht të ndryshëm, dhe ne nuk do të kishim asnjë mënyrë të drejtë për drejtë për t'i vëzhguar ato. Por a është kjo shkencë, apo është metafizik? Kjo është një nga pyetjet më kontroverse në kozmologjinë moderne. Disa fizikan argumentojnë që nëse një teori parashikon entitete që nuk mund të vëzhgohen në parim, atëherë ajo nuk është një teori shkencore. Të tjerë argumentojnë që nëse një teori shpjegon vëzhgjimet që ne bëjmë dhe bën parashikime të testueshme për fenomene të tjera, atëherë parashikimet e saj për entitete të pavëzhgueshme duhet të merren seriozisht, edhe nëse ato nuk mund të testohen drejt për drejt. Kjo është një debat filozofik aq sa shkencor, dhe ai prek zemrën e asaj që do të thotë të dish diçka. Por le të kthehemi në atë që ne mund të testojmë. Le të kthehemi në eksperimentet që po ndodhin tani. Në vitin 2022, teleskopi hapësinor James Webb, pas ardhësi i Hubble, filloi operacionet. Me një pasqyrë primare me gjerësi 6,5 metra dhe instrumentet optimizuara për infra të kuqe, ai është teleskopi më i fuqishëm që është ndërtuar ndonjëherë. Qëllimi i tij është të shohë galaktikat e para që u formuan pas Big Bangut, objekte aq të largëta dhe aq të vjetra, sa drita e tyre është të zgjatur nga e dukshme në infra të kuqe, nga zgjerimi i universit. Dhe ai ka zbuluar diçka të papritur. Ai ka gjetur galaktika që duken shumë më të mëdha dhe më të strukturuara se sa pritej në një kohë aq të hershme. Sipas modeleve standarde, galaktikat e para duhet ishin të vogla dhe kaotike, grumbuj të paregullt yjesh që gradualisht do të bashkoheshin në strukturat e mëdha që shohim sot. Por disa nga galaktikat që Webb ka zbuluar duken pothuajse si galaktika moderne, me diska, me struktura spirale,
me masa që arrin në miliarda herë masën e diellit. Kjo nuk do të thotë që modeli standard është i gabuar. Kjo do të thotë që mund të ketë procese që ne nuk i kemi kuptuar plotësisht. Mund të jetë që yjet e parë u formuan më shpejt se sa mendonim. Mund të jetë që bashkimet e galaktikave ndodhen më herët se sa parashikojnë modelet. Mund të jetë që materia e errët ka veti që ne nuk i kemi marrë parasysh. Çdo zbulim i ri ngre pyetje të reja. Çdo përgjigje hap dyer të reja. Kjo është mënyra se si shkenca përparon, jo në një vijë të drejt së vërtetës, por në një spirallë që ngushtë gradualisht hapësirën e ignorancës. Por ka një kufizim themelor në atë që ne mund të mësojmë, dhe ky kufizim nuk është teknologjik, ai është fizik. Parimi i pasigurisë së Heisenbergut thotë që ka çifte vetish që nuk mund të maten njëkohësisht me saktësi arbitrare. Sa më sakt të matni pozicionin e një grimce, aq më pak sakt mund të matni shpejtësinë e saj. Sa më sakt të matni energjinë e një procesi, aq më pak sakt mund të matni kohëzgjatjen e tij. Kjo nuk është një kufizim i instrumenteve tona. Kjo është një veti themelore e realitetit. Në nivelin kuantik, universi nuk ka vlera të sakta për të gjitha vetit njëkohësisht. Ai ekziston në një gjendje të superpozicionit, një përzierje e mundësive që kolapson në një realitet të caktuar vetëm kur matet. Dhe kjo ngre një pyetje të thellë. Çfarë është një matje? Çfarë bën një sistem fizik të kalojë nga një superpozicion i mundësive në një gjendje të caktuar? Kjo është problemi i matjes në mekanikën kuantike, dhe ai mbetet i pasgjidhur pas një shekulli debati. Disa fizikan argumentojnë që matja kërkon një vëzhgues të vetëdijshëm, që vetëdia luan një rol themelor në kolapsimin e funksionit të valës. Të tjerë argumentojnë që matja është thjesht një ndërveprim midis sistemit kuantik dhe mjedisit të tij, dhe që asgjë e veçantë nuk ndodh. Sistemi thjesht ngatërohet me mjedisin në një mënyrë që e bën superpozicionin praktikisht të pavëzhgueshëm. Të tjerë ende argumentojnë që funksioni i valës nuk kolapson kurrë, që të gjitha mundësitë realizohen në dega të ndryshme të një multivers kuantik. Çdo interpretim ka pasoja të thella për natyrën e realitetit. Nëse vetdia luan një rol themelor, atëherë universi nuk mund të kuptohet plotësisht pa marrë parasysh vëzhguesin. Nëse ngatërrimi mjedisor është përgjigja, atëherë kufiri midis botës kuantike dhe klasike është i turbullt dhe i varur nga konteksti. Nëse multiversi kuantik është real, atëherë çdo matje që ju bëni krijon dega të reja të realitetit ku të gjitha rezultatet e mundshme ndodhin. Por pavarësisht nga interpretimi, fakti mbetet. Ne nuk mund të dimë gjithçka. Ka kufi themelore në atë që mund të matet. Ka pyetje që fizika nuk mund të përgjigjet. Jo sepse ne nuk jemi mjaft të zgjuar, por sepse pyetjet nuk kanë përgjigje të mirë përcaktuara. Dhe kjo na kthen në errësirën. Kur ju shikoni qiellin e natës dhe shihni errësirë, ju po shihni jo vetëm kufizimin e shqisave tuaja, por edhe kufizimin e njohurisë njerëzore. Ka gjëra që ne nuk i dim. Ka gjëra që ne nuk mund t'i dim. Ka gjëra që ne nuk mund as t'i imagjinojmë. Por kjo nuk është një arsye për dëshpërim. Kjo është një arsye për përulje. Kjo është një arsye për habi. Universi është shumë më i madh se ne. Ai është shumë më i vjetër se ne. Ai është shumë më kompleks se çdo gjë që ne mund të ndërtojmë. Dhe megjithatë, ne jemi pjesë e tij. Ne jemi një mënyrë që universi po bëhet i vetëdijshëm për vetveten. Ne jemi atome që po mendojnë për atome. Ne jemi yje që po studiojnë yje. Dhe kjo është mrekullia e vërtet. Jo që ne e dim gjithçka, por që ne mund të dim diçka. Jo që ne mund të shohim gjithçka, por që ne mund të shohim disa gjëra. Jo që ne jemi të pafund, por që ne mund të konceptojmë pafundsinë. Çdo eksperiment që ne kryejmë, çdo vëzhgim që ne bëjmë, çdo teori që ne ndërtojmë, është një hap i vogël drejt kuptimit të diçkaje që është shumë më e madhe se ne. Dhe çdo hap zbulon se sa më shumë ka për të zbuluar. Errësira e qiellit të natës nuk është një mur, ajo është një ftesë. Ajo është një kujtesë që ka më shumë për të mësuar, më shumë për të zbuluar, më shumë për të kuptuar. Dhe ndërsa ne vazhdojmë të shikojmë, të matim, të mendojmë, ne po ndryshojmë kuptimin ton të asaj që do të thotë të ekzistosh. Ne po mësojmë që realiteti është më i çuditshëm se çdo fantazi, që universi është më i bukur se çdo art,
që e vërteta është më e mahnitshme se çdo mit. Dhe kjo është arsyeja pse ne vazhdojmë. Kjo është arsyeja pse ne ndërtojmë teleskop më të mëdhenj, detektor më të ndjeshëm, eksperimente më të sofistikuara. Jo sepse ne duam të dominojmë natyrën, por sepse ne duam ta kuptojmë atë. Jo sepse ne duam të kontrollojmë universin, por sepse ne duam të jemi pjesë e tij në mënyrë më të vetëdijshme. Çdo foton që arrin në syrin tuaj ka një histori. Ajo ka udhëtuar në përhapësirë ndoshta për miliarda vjet. Ajo ka kaluar pranë yjeve, ka përshkuar zbrazdira, ka përkudur rrugën e saj nga fusha gravitacionale, dhe tani ajo po godet retinën tuaj, po shkakton një reakcion kimik, po dërgon një sinjal në trurin tuaj, dhe ju po interpretoni atë sinjal. Ju po krijoni një përfaqësim të brendshëm të diçkaje që ndodhi shumë larg dhe shumë kohë më parë. Çdo akt i vëzhgjimit është një akt i krijimit. Ju nuk po shikoni thjesht universin, ju po e ndërtoni atë në mendjen tuaj. Ju po interpretoni atë përmes filtrave të biologjisë suaj, të kulturës suaj, të njohurive tuaja. Dhe ajo që ju shihni nuk është realiteti i papërpunuar, por një model i realitetit që truri juaj ka krijuar. Por ky model nuk është arbitrar. Ai është i kufizuar nga ligjet e fizikës, ai është i testuar nga eksperimenti, ai është i rafinuar nga vëzhgjimi, dhe gradualisht, gjatë shekujve, ai po bëhet më i saktë, më i plot, më i thellë. Ne nuk do të arrijmë kurrë një kuptim të plot, por ne mund të vazhdojmë të përmirësohemi. Ne mund të vazhdojmë të mësojmë. Ne mund të vazhdojmë të zbulojmë. Dhe kjo është ajo që e bën të qenit njeri aq të veçantë. Ne nuk jemi thjesht krijesa që jetojmë. Ne jemi krijesa që pyesin. Ne jemi krijesa që kërkojnë. Ne jemi krijesa që habiten. Errësira e qiellit të natës është një pasqyrë. Ajo reflekton ignorancën tonë, por ajo reflekton gjithashtu kuriozitetin tonë. Ajo na kujton se ka më shumë për t'u zbuduar. Ajo na fton të shikojmë më thellë, të mendojmë më qartë, të imagjinojmë më gjerë. Dhe ndërsa ne e bëjmë këtë, ne po ndryshojmë jo vetëm kuptimin tonë të universit, por edhe kuptimin tonë të vetes. Ne po mësojmë që ne nuk jemi të ndarë nga universi. Ne jemi shprehje të tij. Ne jemi mënyra që universi po eksploron vetveten. Çdo pyetje që ne bëjmë është një pyetje që universi po bën për vetveten. Çdo përgjigje që ne gjejmë është një përgjigje që universi po zbulon për vetveten. Çdo mrekulli që ne ndjejmë është një mrekulli që universi po ndjek për vetveten. Ne nuk jemi vëzhgues të jashtëm. Ne jemi pjesëmarrës të brendshëm. Ne jemi pjesë e procesit që po studiojmë. Dhe kjo është e vërteta më e thellë që shkenca na ka mësuar. Që kufiri midis subjektit dhe objektit, midis vëzhguesit dhe të vëzhguarit, midis mendjes dhe materjes, nuk është aq i qartë sa duket. Që në nivelin më themelor, gjithçka është e lidhur, që ne jemi pjesë e një tërësie që nuk mund të ndahet pa humbur diçka thelbësore. Errësira e qiellit të natës nuk është një zbrasti, ajo është një plotësi. Ajo është e mbushur me dritë që ne nuk mund ta shohim, me materie që ne nuk mund ta prekim, me energji që ne nuk mund ta imagjinojmë. Ajo është e mbushur me histori, me mundësi, me mister. Dhe ne jemi pjesë e asaj errësire. Ne jemi pjesë e asaj drite. Ne jemi pjesë e asaj misteri. Dhe kjo është arsyeja pse ne vazhdojmë të shikojmë lart. Kjo është arsyeja pse ne vazhdojmë të pyesim. Kjo është arsyeja pse ne vazhdojmë të kërkojmë. Sepse në fund, ajo që ne po kërkojmë nuk është vetëm njohuri për universin. Ajo që ne po kërkojmë është njohuri për vetveten. Ajo që ne po kërkojmë është kuptimi i vendit ton në këtë oqean të pafund, realiteti. Dhe çdo përgjigje që ne gjejmë na çon më afër asaj kuptimi. Çdo zbulim na bën më të plot. Çdo moment i habitjes na bën më njerëzor. Errësira nuk është armiku. Ajo është mësuesi. Ajo na mëson përullsi. Ajo na mëson kuriozitet. Ajo na mëson se ka gjithmonë më shumë për të mësuar. Dhe kjo është dhurata më e madhe që universi mund të na jap. Jo përgjigje të plota, por pyetje të pafundme. Jo siguri absolute, por zbulim të përjetshëm. Jo një destinacion final, por një udhëtim që nuk mbaron kurrë. Por le të ndalemi për një moment. Le të jemi plotësisht të sinqert. Kur unë ju them që universi nuk është i zi,
që ju jetoni brenda një oqeani drite të padukshme, që 95% e gjithçkaje është diçka që ne nuk e kuptojmë, unë e kuptoj plotësisht se çfarë mund të mendoni. Kjo t'inglon si shkencë fantazi. Kjo t'inglon si spekulim. Kjo t'inglon si ato teori konspirative që pretendojnë se ata po na fshehin të vërtetën. Dhe kjo është pikërisht arsyeja pse ne duhet të jemi jashtëzakonisht të kujdesshëm. Sepse ka një dalim themelor midis shkencës dhe pseudoshkencës. Shkenca nuk ju kërkon të besoni. Ajo ju jep mjetet për të verifikuar. Çdo pretendim që unë kam bërë në këtë skenar mund të testohet. Çdo numër që kam përmendur mund të llogaritet. Çdo eksperiment që kam përshkruar mund të përsëritet. Kjo nuk është besim. Kjo është njohuri e ndërtuar mbi mijëra eksperimente, mbi miliona matje, mbi një shekull verifikimi të vazhdueshëm. Kur unë ju them që rrezatimi kozmik i sfondit ekziston, unë nuk po ju kërkoj të më besoni në fjalë. Ju mund të blini një antenë radio, ta drejtoni atë në çdo drejtim të qiejlit dhe të matni një zhurmë uniforme me temperaturë 2,73 gradë Kelvin. Ju mund ta bëni këtë në dhomën tuaj. Kjo nuk është një sekret i fshehur në një laborator të mbyllur. Kjo është një fakt i hapur për çdo që dëshiron ta verifikojë. Kur unë ju them që galaktikat po largohen nga ne, unë nuk po shpik një histori. Ju mund të merrni një teleskop, të matni spektrin e një galaktike të largët dhe të shihni se vijat e hidrogjenit janë zhvendosur drejt të kuqes. Ju mund të llogaritni saktësisht sa është zhvendosur. Ju mund të përdorni ligjin e Hubble't për të përcaktuar distancën. Çdo hap është transparent. Çdo llogaritje është e verifikueshme. Por, dhe kjo është një por i madh, ka gjëra që ne nuk i dim. Ne nuk e dim çfarë është materia e errët. Ne kemi emrin, ne kemi efektet, por ne nuk kemi grincën. Pas 4 dekada shkërkimi intensiv, me eksperimente që kushtojnë qindra miliona dollar, ne ende nuk kemi kapur një grincë të vetme të materjes së errët në mënyrë të drejtpërdrejtë. Çdo eksperiment ka vendosur kufi. Çdo eksperiment ka ngushtuar mundësitë. Por asnjë nuk ka dhënë një zbulim të qartë, të pakontestueshëm. Kjo nuk do të thotë që materia e errët nuk ekziston. Provat indirekte janë dërmuese. Kurba e rrotullimit të galaktikave, lëvizja e turmave, lentila gravitacionale, struktura e madhe e universit. Të gjitha këto fenomene kërkojnë masë të padukshme, por natyra e asaj mase mbetet një mister. Dhe energjia e errët, ajo është edhe më enigmatike. Ne e quajmë energji, sepse ajo ka efekte energjetike. Ne e quajmë e errët, sepse ne nuk e dim çfarë është. Por emri nuk është një shpjegim. Emri është një rrëfim i ignorancës sonë. Ne po vëzgojmë që universi po përshpejtohet. Ne po matim atë përshpejtim me saktësi në rritje, por shkaku i tij mbetet plotësisht i panjohur. Kjo është ndeshmëria që shkenca kërkon. Jo pretendimet e sigurta, jo dogma, por një pranimin e hapur të kufive të njohurisë sonë. Dhe këtu vjen pjesa e vërtet e mahniqme. Pavarësisht nga të gjitha këto mister, pavarësisht nga të gjitha këto gjëra që ne nuk i dim, ne kemi ndërtuar një model të universit që funksionon me një saktësi të pabesueshme. Ne mund të parashikojmë se si universi dukej kur ishte vetëm 308.000 vjeç. Ne mund të llogarisim abundancën e elementeve të lehta që u krijuan në minutat e para pas Big Bangut. Ne mund të matim distancën e galaktikave me një gabim më të vogël se 5%. Ne mund të zbulojmë planete që rrotullohen rreth yjeve në qindra vjet drite larg. Kjo nuk është magjia. Kjo është fuqia e metodës shkencore. Një proces i ngadalt, i kujdesshëm, i vetë korrigjues, i ndërtimit të njohurisë që funksionon pavarësisht nga besimet tona personale. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të pyesim pyetjen që vërtet ka rëndësi. Çfarë do të thotë të dish diçka? Kur unë ju them që temperatura e rrezatimit kozmik të sfondit është 2,73 gradë Kelvin, çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që nëse ju do të vendosnit një termometër ideal në hapësirën ndërjore, larg nga çdo burimi nxehtësis, ai do të leconte atë temperaturë. Por çfarë është temperatura? Në nivelin më themelor, temperatura është një masë e energjisë mesatare të lëvizjes së grimcave. Në rrezatimin kozmik,
Kjo do të thotë energjia mesatare e fotoneve që mbushin hapësirën. Por këtu vjen diçka e çuditshme. Ato fotone nuk janë të nxehta ose të ftohta në vetvete. Këto janë koncepte që kanë kuptim vetëm në lidhje me sistemet makroskopike. Një foton individual thjesht ka një energji të caktuar, një frekuencë të caktuar. Koncepti i temperaturës shfaqet vetëm kur keni një koleksion të madh fotonesh që ndjekin një shpërndarje statistikore të quajtur shpërndarje e Planckut. Dhe kjo shpërndarje, kjo formë specifike e spektrit, na tregon diçka të thellë. Ajo na tregon që rrezatimi kozmik ishte dikur në ekuilibër termik. Që fotonet dhe materia ndërvepronin aq shpejt sa ato arrinin një gjendje të balancuar ku çdo proces kompensohej nga procesi i kundërt. Dhe pastaj, në një moment të caktuar, ato pushuan së ndërvepruari. Universi u bë transparent. Dhe ajo shpërndarje e ekuilibrit u ngrinte në kohë, duke u zgjatur nga zgjerimi, por duke ruajtur formën e saj karakteristike. Kjo është arsyeja pse ne mund të jemi aq të sigurt për historinë e hershme të universit. Jo sepse ne ishim aty, por sepse universi ka lënë një regjistrim të lehtësueshëm të asaj historie në strukturën e rrezatimit që na rrethon. Por çfarë rreth asaj që ne nuk mund ta lexojmë? Ka një kufizim themelor në atë që ne mund të vëzhgojmë, dhe ky kufizim nuk është teknologjik, ai është fizik. Drita udhton me një shpejtësi të fundme. Universi ka një moshë të fundme, dhe kështu ka një horizont përtej të cilit ne nuk mund të shohim, jo sepse nuk ka asgjë aty, por sepse drita nga aty nuk ka pasur kohë të na arrijë. Por ka diçka edhe më të thellë. Për shkak të zgjerimit të përshpejtuar, ka rajonet e universit që po largohen nga ne më shpejt se shpejtësia e dritës. Jo sepse ato po lvizin në përhapësirë më shpejt se drita, asgjë nuk mund ta bëjë këtë, por sepse hapësira midis nesh dhe tyre po krijohet aq shpejt sa drita që ato lëshojnë nuk do të na arrijë kurrë. Imagjinoni të jeni në një rrip lëvizës që po zgjerohet. Ju po ecni përpara me shpejtësinë maksimale tuaj, por rripa po zgjerohet më shpejt se sa ju mund të ecni. Çdo hap që ju merrni, destinacioni largohet më shumë. Ju nuk po lvizni mbrapsht, ju po lvizni përpara, por distanca po rritet më shpejt se sa ju mund ta mbyllni atë. Kjo është gjendja e dritës që vjen nga rajonet e largëta të universit. Ajo po udhëton drejt nesh me shpejtësinë e dritës, por hapësira midis nesh dhe burimit po zgjerohet më shpejt, dhe kështu ajo dritë nuk do të na arrijë kurrë. Kjo do të thotë që ka ngjarje që po ndodhin tani, në këtë moment, në rajonet e largëta të universit që ne nuk do të mësojmë kurrë për to. Ka yje që po lindin, ka galaktika që po përtlasen, ka ndoshta civilizime që po ngrihen dhe po bien, dhe ne nuk do të dim kurrë për to, sepse informacioni nuk mund të na arrijë. Kjo është një formë e re e errësirës, jo errësira e mungesës së dritës, por errësira e informacionit të paarritshëm. Një errësirë që nuk mund të tejkalohet me instrumente më të mira, sepse ajo është e koduar në strukturën e vet hapësirë-kohës. Por ka një lloj tjetër errësire, edhe më i thellë. Kur fizikanët përpiqen të bashkojnë mekanikën kuantike me relativitetin e përgjithshëm, dy shtyllat e fizikës moderne, ata hasin në probleme themelore. Në shkallë shumë të vogla, shkalla e gjatësisë Planck, rreth 165 fuci negative 10 metra, konceptet tona të zakonshme të hapësirës dhe kohës prishen. Në atë shkallë, fluktuacionet kuantike bëhen aq të forta sa vetë pëllhura e hapësirë-kohës fillon të valzojë. Hapësira dhe koha nuk janë më një skenë të qetë ku ngjarjet ndodhin. Ato bëhen pjesëmarrës aktiv, duke u krijuar dhe duke u shkatëruar vazhdimisht. Ne nuk kemi një teori të plotë të gravitacionit kuantik. Ne nuk e dim se si të përshkruajmë universin në atë shkallë. Teoria e superstringut është një kandidate. Gravitacioni kuantik i lakut është një tjetër. Por asnjëra nuk është e verifikuar eksperimentalisht, sepse energjitë e nevojshme për të testuar ato janë shumë përtej asaj që ne mund ta arrijmë me çdo përshpejtues grimkash. Kjo do të thotë që ka një regjion i realitetit, regjioni më themelor, shkalla ku ligjet e fundit të natyrës veprojnë, që është praktikisht i paarritshëm për eksperimentin e drejt për drejt. Ne mund të ndërtojmë teori, ne mund të bëjmë parashikime, por ne nuk mund t'i testojmë ato në mënyrën e zakonshme. Kjo është një lloj tjetër errësire,
Errësira e panjohshmës themelore. Por edhe këtu ka një dritë e vogël shprese, sepse universi i hershëm ishte një laborator natyror ku ato energji ekzistonin. Në momentin e parë pas Big Bangut, universi i tërë ishte në shkallën Planck, dhe efektet e asaj epoke mund të jenë lënë gjurmë në strukturën e universit që ne vëzgojmë sot. Luhatjet e vogla në rrëzatimin kozmik të sfondit, modelet në shpërndarjen e galaktikave, ndoshta edhe valët gravitacionale primare që ende nuk i kemi zbuluar. Kështu që edhe pse ne nuk mund të rikrijojmë ato kushte në një laborator, ne mund t'i lehtësojmë pasojat e tyre në regjistrin kozmik. Universi vetë është eksperimenti dhe ne jemi detektorët. Por le të kthehemi në pyetjen që ka qenë në zemër të gjithë kësaj historie. Pse queli natës duket i zi? Tani ne e dim përgjigjen. Ai duket i zi sepse sytë tanë janë të verbër për 99,9% të spektrit elektromagnetik. Ai duket i zi sepse ne nuk mund të shohim rrezatimin kozmik që mbush çdo centimetër të hapësirës. Ai duket i zi sepse ne nuk mund të shohim materien e errët që përbën shumicën e masës së universit. Ai duket i zi sepse ne nuk mund të shohim energjinë e errët që po shtyn universin të zgjerohet. Por kjo nuk është e gjithë historia, sepse edhe nëse sytë tanë mund të shihnin të gjithë spektrin, edhe nëse ne mund të zbulonim çdo lloj materie dhe energjie, do të kishte ende errësirë, sepse ka rajonet universit që janë përtej horizontit ton. Ka shkallë të realitetit që janë përtej aftësisë son për të vëzguar. Ka pyetje që fizika nuk mund të përgjigjet, jo sepse ne nuk jemi mjaft të zgjuar, por sepse pyetjet shtrihen përtej kufive të asaj që mund të dihet. Dhe kjo është mësimi përfundimtar i errësirës. Ajo nuk është thjesht një mungesë e dritës. Ajo është një kujtesë e kufive të njohurisë njerëzore. Ajo është një ftesë për perullsi. Ajo është një njohje që pavarësisht sa shumë ne mësojmë, do të ketë gjithmonë më shumë që ne nuk e dim. Por kjo nuk është një arsye për dëshpërim. Kjo është arsyeja pse shkenca është aq e bukur, sepse çdo përgjigje që ne gjejmë hap dyert për pyetje të reja. Çdo mister që ne zgjidhim zbulon mistere më të thella. Çdo horizont që ne arrim na tregon horizonte më të largëta. Ne nuk do të arrim kurrë një pikë ku ne e dim gjithçka, por ne mund të vazhdojmë të lëvizim përpara. Ne mund të vazhdojmë të zbulojmë, ne mund të vazhdojmë të mësojmë. Dhe në atë proces, në atë udhëtim të pafund të zbulimit, ne po bëhemi diçka më shumë se thjesht krijesa që jetojnë. Ne po bëhemi krijesa që kuptojnë. Ne po bëhemi mënyra që universi po bëhet i vetëdijshëm për kompleksitetin e tij të pafund. Çdo foton që arrin në syrin tuaj, çdo neutrino që kalon nëpër trupin tuaj, çdo valë gravitacionale që përshkon tokën, të gjitha janë mesazhe nga universi. Të gjitha janë pjesë të një historie që shtrihet nga momenti i Big Bangut deri në këtë moment, këtu, tani. Dhe ju jeni lecuesi i asaj historie. Ju jeni interpretimi i asaj historie. Ju jeni mënyra që ajo histori po bëhet e vetëdijshme për vetveten. Errësira e quelit të natës nuk është një mur që na ndan nga universi. Ajo është një dritare që na fton të shikojmë më thellë. Ajo është një pasqyrë që reflekton jo vetëm universin, por edhe vetveten, kuriozitetin ton, inteligjencën ton, dëshirën ton të pafund për të kuptuar. Ne jetojmë në një univers që nuk është i zi. Ne jetojmë në një univers që është plot me dritë. Dritë që ne po mësojmë të shohim. Dritë që ne po mësojmë të interpretojmë. Dritë që po na tregon se realiteti është shumë më i pasur, shumë më i çuditshëm, shumë më i bukur se çdo gjë që ne mund të kishim imagjinuar. Dhe kjo është e vërteta që fshihet pas errësirës. Jo një zbrazdi, por një plotësi. Jo një fund, por një fillim. Jo një mur, por një horizont që po zgjerohet përgjithmonë, duke na ftuar të vazhdojmë të kërkojmë, të vazhdojmë të pyesim, të vazhdojmë të zbulojmë. Sepse në fund, errësira nuk është armiku i njohurisë. Ajo është burimi i saj. Ajo është arsyeja pse ne pyesim. Ajo është arsyeja pse ne kërkojmë. Ajo është arsyeja pse ne nuk pushojmë kurrë së mësuali. Dhe kjo është dhurata më e madhe që universi mund të na jap. Jo përgjigje të plota, por pyetje të pafundme. Jo siguri absolute,
por zbulim të përjetshëm. Jo një destinacion final, por një udhëtim që vazhdon përgjithmonë, duke na çuar gjithmonë më thellë në zemër të misterit që ne quajmë realitet. Por tani, le të bëjmë diçka të çuditshme. Le të mbyllim syt për një moment, jo metaforikisht, por vërtet. Le të imagjinojmë që ju jeni duke qëndruar në errësirë absolute. Asnjë dritë, asnjë tingull, vetëm vetëdia juaj dhe mendimi juaj. Në atë errësirë, çfarë mbetet? Mbetet pyetja më e vjetër që njerëzimi ka bërë ndonjëherë. Pse ka diçka në vend të hiqit? Kjo nuk është një pyetje shkencore në kuptimin e zakonshëm. Shkenca mund të na tregojë se si universi evoluoi nga një gjendje fillestare, por ajo nuk mund të na tregojë pse ajo gjendje fillestare ekzistonte. Shkenca mund të na tregojë ligjet që qeverisin materie dhe energji, por ajo nuk mund të na tregojë pse ato ligje janë ato që janë dhe jo diçka tjetër. Shkenca mund të na tregojë se si vetëdia shfaqet nga kompleksiteti i trurit, por ajo nuk mund të na tregojë pse ka diçka që ndihet si të jesh ju. Këto janë pyetje që qëndrojnë në kufirin midis fizikës dhe filozofisë, dhe ato janë pyetjet që errësira na fton t'i bëjmë. Filozofi gjerman Martin Heidegger e quajti këtë pyetjen themelore të metafizikës. Pse ka qenie në vend të hiqi? Dhe ai argumentoi që kjo pyetje nuk mund të përgjigjet duke kërkuar një shkak, sepse çdo shkak që ju jepni thjesht shtyn pyetjen një hap mbrapa. Nëse universi u krijua nga Big Bangu, çfarë shkaktoi Big Bangun? Nëse ai u shkaktua nga një fushë kuantike që luhatej, çfarë shkaktoi atë fushë të ekzistoj? Nëse ai u shkaktua nga një multivers më i madh, çfarë shkaktoi multiversin? Në një moment, zinxhiri i shkaqeve duhet të përfundojë, dhe në atë pikë ne përballemi me një mister që nuk mund të reduktohet më tej. Një mister që ndoshta nuk ka përgjigje në kuptimin që ne e kërkojmë, por ka një mënyrë tjetër për ta menduar këtë. Ndoshta pyetja e gabuar është pse ka diçka. Ndoshta pyetja e duhur është çfarë do të thotë të ekzistosh. Kur ju thoni që universi ekziston, çfarë po thoni vërtet? Ju po thoni që ka struktura që vazhdojnë në kohë, që ka marrëdhënie shkaksore midis ngjarjeve, që ka ligje që përshkruajnë se si gjërat ndryshojnë. Por të gjitha këto janë përshkrime të asaj që ekziston, jo shpjegime të pse ekziston. Disa filozofë kanë argumentuar që ekzistenca nuk është një veti që gjërat kanë ose nuk kanë. Ekzistenca është thjesht fakti që ka gjëra për t'u përshkruar. Të thuash që universi ekziston, nuk është të thuash që ai ka një veti shtesë të quajtur ekzistencë. Është thjesht të thuash që ka një univers. Kjo mund të t'ingëlloj si një lojë fjalësh, por ajo prek diçka të thellë. Sepse nëse ekzistenca nuk është një veti, atëherë pyetja pse ka diçka mund të mos ketë kuptim. Ajo mund të jetë si të pyesësh çfarë ngjyre ka numri 7, një pyetje që duket gramatikisht e saktë, por që nuk ka përgjigje, sepse ajo supozon një kategori të gabuar. Por le të shkojmë edhe më thellë. Çfarë rreth vetëdijes? Çfarë rreth faktit që ju po përjetoni këtë moment? Filozofi australian David Chalmers e quajti këtë problemi i vështirë i vetëdijes. Shkenca mund të shpjegojë se si truri përpunon informacion. Ajo mund të shpjegojë se si neuronet shkëmbejnë sinjale. Ajo mund të shpjegojë se si sisteme komplekse krijojnë sjellje inteligjente. Por ajo nuk mund të shpjegojë pse ka diçka që ndihet si të jesh ju. Pse ka një përvojë subjektive? Pse ka një unë që po vëzgon gjithçka? Disa shkencëtarë argumentojnë që kjo nuk është një pyetje shkencore, që vetëdia është thjesht ajo që ndodh kur materia organizohet në një mënyrë të caktuar dhe që të kërkosh një shpjegim më të thellë është si të kërkosh një shpjegim të pse uji është i lagësht. Është thjesht ajo që është. Të tjerë argumentojnë që vetëdia është një fenomen themelor i universit, aq themelor sa materia dhe energjia, që çdo sistem që përpunon informacion ka një shkallë të vetëdijes, që universi vet mund të jetë në një kuptim të vetëdijshëm. Dhe të tjerë ende argumentojnë që vetëdia është një iluzion, që nuk ka vërtet një unë që po vëzhgon, por vetëm një proces i përpunimit të informacionit që krijon iluzionin e një vëzhguesi. Asnjë nga këto pozicione nuk është provuar.
asnjë nuk është përgënjeshtruar. Ato janë hipoteza filozofike që prekin kufirin e asaj që shkenca mund të hetojë. Por këtu vjen diçka e mahniqme. Pavarësisht se cila nga këto pozicione është e saktë, fakti mbetet. Ju po përjetoni këtë moment. Ju po dëgjoni këto fjalë. Ju po mendoni për kuptimin e tyre. Dhe kjo përvojë drejt për drejt e pamohueshme e të qenit ju, është gjëja më e sigurt që ju e dini. Filozofi francez René Descartes e formuloi këtë si cogito ergo sum. Unë mendoj, prandaj unë jam. Çdo gjë tjetër mund të vihet në dyshim. Ndoshta bota e jashtme është një iluzion. Ndoshta kujtjet tuaja janë të rreme. Ndoshta ligjet e fizikës janë të ndryshme nga ato që ju mendoni. Por fakti që ju po përjetoni diçka, ky fakt nuk mund të vihet në dyshim. Sepse edhe dyshimi është një përvojë. Dhe kjo na çon në një paradoks të çuditshëm. Shkenca është ndërtuar mbi supozimin që ka një botë objektive që ekziston pavarësisht nga vëzhguesit, që ligjet e fizikës janë të njëjta kudo dhe gjithmonë, që matjet tona zbulojnë veti të realitetit që janë të pavarura nga ne. Por mekanika kuantike na tregon që ky supozim mund të mos jetë plotësisht i saktë. Në nivelin kuantik, akti i matjes ndikon në sistemin që po matet. Një grincë nuk ka një pozicion të saktë derisa ajo matet. Ajo ekziston në një superpozicion të mundësive që kolapson vetëm kur ndërvepron me një mjedis makroskopik. Kjo nuk do të thotë që realiteti krijohet nga vetëdia, por kjo do të thotë që kufiri midis vëzhguesit dhe të vëzhguarit nuk është aq i qartë sa duket. Që në nivelin më themelor, ne nuk mund të ndajmë plotësisht sistemin nga mjeti i matjes, që realiteti nuk është një gjë statike që ne zbulojmë, por një proces dinamik në të cilin ne marrim pjesë. Fizikani danez Niels Bohr e tha këtë: nuk ka botë kuantike, ka vetëm një përshkrim kuantik abstrakt. Është e gabuar të mendosh që detyra e fizikës është të zbulojë se si është natyra. Fizika merret me atë që ne mund të themi për natyrën. Kjo është një deklaratë e thellë. Ajo sugjeron që shkenca nuk po zbulojmë një realitet të pavarur. Ajo po ndërton një model të realitetit që na lejon të bëjmë parashikime. Dhe ky model është i kufizuar nga mënyra se si ne ndërveprojmë me botën. Por a do të thotë kjo që realiteti është subjektiv? Që çdo person krijon realitetin e vet? Jo. Sepse edhe pse perceptimi ynë është i kufizuar, edhe pse modelet tona janë parafrime, ka një strukturë objektive që i kufizon ato modele. Nëse ju hidhni një gur, ai do të bjerë. Nëse ju ngrohni ujë, ai do të vlojë. Këto janë fakte që nuk varen nga besimet tuaja. Ato janë veti të botës që ekziston pavarësisht nga ju. Por interpretimi i atyre fakteve, kuptimi që ju u jepni atyre, ai varet nga korniza juaj konceptuale, nga gjuha që ju përdorni, nga teorit që ju keni mësuar, nga kulturën në të cilën ju jetoni. Dhe kjo na kthen në errësirën. Kur ju shikoni qielin e natës dhe shihni errësirë, ju nuk po shihni thjesht mungesën e dritës. Ju po shihni kufirin e perceptimit tuaj. Ju po shihni kufirin e njohurisë njerëzore. Ju po shihni kufirin e asaj që mund të dihet. Por ju po shihni gjithashtu diçka më shumë. Ju po shihni një ftesë. Një ftesë për të shkuar përtej kufive. Një ftesë për të pyetur pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Një ftesë për të pranuar që ka mister që mund të mos zgjidhen kurrë, dhe që kjo është në rregull. Sepse vlera e pyetjes nuk qëndron vetëm në përgjigje. Ajo qëndron në procesin e kërkimit, në udhëtimin e zbulimit, në transformimin që ndodh kur ju përballeni me diçka që të i kalon kuptimin tuaj. Çdo herë që një shkencëtar zbulon diçka të re, ai nuk po shtoi thjesht një fakt në një listë. Ai po ndryshon mënyrën se si ne e shohim botën. Ai po zgjeroi horizontin e asaj që është e mundshme. Ai po na tregon që realiteti është më i pasur se sa ne mendonim. Kur Galileo drejtoi teleskopin e tij drejt Jupiterit dhe pa hënat që rrotulloheshin rreth tij, ai nuk zbuloi thjesht 4 objekte të reja. Ai zbuloi që toka nuk ishte qendra e universit, që ligjet e lëvizjes vlejnë kudo, që qielli nuk është një sferë e përsosur kristalore,
por një hapësirë e mbushur me objekte që ndjekin të njëjtat ligje si objektet në tokë. Kur Einsteini formuloi relativitetin e përgjithshëm, ai nuk zbuloi thjesht një ekuacion të ri. Ai zbuloi që hapësira dhe koha nuk janë një skenë fikse, por një pëlhurë dinamike që përkulet dhe valzon, që gravitacioni nuk është një forcë që vepron në distancë, por një pasojë e gjeometrisë së hapësirë kohës. Kur Hubble zbuloi që galaktikat po largohen nga ne, ai nuk zbuloi thjesht një fakt astronomik. Ai zbuloi që universi ka një histori, që ai ka lindur në një moment të caktuar, që ai po evoluon, që ai ka një të ardhme që do të jetë ndryshme nga e tashmia. Çdo zbulim ndryshon jo vetëm atë që ne e dim, por edhe atë që ne jemi, sepse ne nuk jemi të ndarë nga universi që po studiojmë. Ne jemi pjesë e tij. Dhe kur ne e kuptojmë atë më thellë, ne po kuptojmë vetveten më thellë. Kjo është arsyeja pse shkenca nuk është vetëm një koleksion faktesh. Ajo është një mënyrë të qenit në botë, një mënyrë e shikimit që pranon ignorancën, që kërkon prova, që ndryshon mendje kur provat ndryshojnë. Një mënyrë që vlerëson kuriozitetin mbi sigurinë, pyetjen mbi dogmën, zbulimin mbi konfirmimin. Dhe kjo mënyrë të menduarit, kjo qasje shkencore, nuk është e kufizuar në laborator dhe teleskop. Ajo mund të aplikohet në çdo aspekt të jetës, në çdo pyetje që ju bëni, në çdo vendim që ju merrni, sepse në fund çdo njeri është një shkencëtar. Çdo njeri po ndërton modele të botës bazuar në përvojën e tij. Çdo njeri po testuar ato modele kundrejt realitetit. Çdo njeri po mëson, po rritet, po evoluon. Dhe çdo njeri po përballet me të njëjtën errësirë që astronomët përballen kur shikojnë qiellin e natës. Errësira e asaj që ne nuk e dim. Errësira e asaj që ne nuk mund ta dim. Errësira e misterit që qëndron në zemër të ekzistencës. Por kjo errësirë nuk është një kërcënim. Ajo është një mundësi. Ajo është hapësira ku zbulimi ndodh. Ajo është toka e panjohur ku aventura fillon. Kur ju ishit fëmijë, bota ishte plot me mister. Çdo gjë ishte e re, çdo gjë ishte e çuditshme, çdo gjë ftonte eksplorim. Rikthimin e ndjenjes që bota është një vend i mahniqëm, i çuditshëm, i pafund interesant. Kur ju shikoni qiellin e natës tani, pas gjithçkaje që ne kemi diskutuar, çfarë shihni? Ju shihni ende errësirë, por tani ju e dini që ajo errësirë është një iluzion. Që çdo pikë e asaj errësire është e mbushur me rrezatim kozmik që ka udhëtuar 38 miliard vjet për të arritur në ju. Që çdo metër kub i hapësirës përmban materie të errët që mban galaktikat së bashku. Që çdo moment i ekzistencës është i zhytur në një oqean energjie që po shtyn universin të zgjerohet. Ju shihni një univers që nuk është i zi, por i mbushur me dritë që sytë tuaj nuk mund ta shohin. Ju shihni një univers që nuk është i zbrazët, por i mbushur me materie që instrumentet tuaja zakonshme nuk mund ta zbulojnë. Ju shihni një univers që nuk është statik, por dinamik, duke u zgjeruar, duke evoluar, duke krijuar kompleksitet të ri në çdo moment. Dhe ju shihni vetveten si pjesë e atij universi. Jo si një vëzhgues i jashtëm, por si një pjesëmarrës i brendshëm, si një mënyrë që universi po bëhet i vetëdijshëm për vetveten. Çdo atom në trupin tuaj ka qenë në vende të tjera, në uje që shpërthyen para se dielli të lindë, në rend rijore që u tkurrën për të formuar sistemin diellor, në oqeanet e hershme ku jeta filloi, në qenijet e tjera që jetuan dhe vdiqën para jush. Ju nuk jeni një entitet i ndarë. Ju jeni një model kalimtar në rrjedhën e materjes dhe energjisë që përbën universin. Ju jeni një valë në oqeanin kozmik. Ju jeni një notë në simfoninë e ekzistencës. Dhe kjo nuk ju bën më pak të rëndësishëm. Kjo ju bën më të lidhur. Kjo ju bën pjesë e diçkaje më të madhe se vetja juaj individuale. Kur ju vdisni, atomet tuaja do të kthehen në mjedis. Ato do të bëhen pjesë e bimëve, e kafshëve, e qenieve të tjera. Ato do të vazhdojnë udhëtimin e tyre nëpër univers. Dhe në një kuptim, ju do të vazhdoni të ekzistoni, jo si një vetëdije e ndarë, por si një pjesë e procesit të vazhdueshëm të transformimit që është universi. Kjo mund të t'ingëlloj melankolike, por ajo mund të jetë gjithashtu çliruese,
sepse ajo do të thotë që ju jeni pjesë e diçkaje që nuk mbaron, që jeta juaj individuale është një kapitull në një histori që nuk ka fund, që çdo gjë që ju bëni, çdo mendim që ju mendoni, çdo dashuri që ju ndjeni, është një kontribut në kompleksitetin e vazhdueshëm të universi. Dhe kjo është arsyeja pse çdo moment ka rëndësi. Jo sepse ai do të zgjas përgjithmonë, por sepse ai është unik, sepse ai nuk do të përsëritet kurrë, sepse ai është pjesë e një modeli më të madh që është i bukur, pikërisht sepse ai është kalimtar. Kur ju shikoni qiellin e natës, ju po shikoni mbrapsht në kohë. Drita nga yjet ka udhëtuar vite për të arritur në ju. Drita nga galaktikat ka udhëtuar miliona ose miliarda vjet. Rrezatimi kozmik ka udhëtuar 38 miliard vjet. Ju po shikoni të kaluarën, por ju po jetoni në të tashmen, dhe çdo veprim që ju merrni po krijon të ardhmen. Kjo është fuqia e vetdijes, aftësia për të qenë të pranishëm në moment, por edhe për të kujtuar të kaluarën dhe për të imagjinuar të ardhmen. Aftësia për të parë vetveten si pjesë e një historie më të madhe. Aftësia për të zgjedhur se si të kontribuoni në atë histori. Dhe kjo zgjedhje, kjo aftësi për të zgjedhur, është ajo që ju bën njerëzor. Jo vetëm aftësia për të menduar, por aftësia për të vendosur se çfarë të mendoni. Jo vetëm aftësia për të vepruar, por aftësia për të vendosur se si të veproni. Jo vetëm aftësia për të jetuar, por aftësia për të vendosur se si të jetoni. Dhe në fund, kjo është mesazhi që errësira na jep. Jo që ne jemi të pafuqishëm përballë pafundësisë, por që ne kemi fuqinë për të zgjedhur se si të përgjigjem ndaj saj. Ne mund të zgjedhim të jemi kurioze ose indiferente. Ne mund të zgjedhim të kërkojmë ose të pranojmë. Ne mund të zgjedhim të habitemi ose të mërzitemi. Dhe çdo zgjedhje që ne bëjmë formon jo vetëm jetën tonë, por edhe botën rreth nesh. Sepse ne nuk jemi vëzhgues pasiv, ne jemi pjesëmarrës aktiv në procesin e krijimit të kuptimit. Kur ju shikoni qiellin e natës dhe shihni errësirë, ju po zgjidhni se si ta interpretoni atë errësirë. Ju mund ta shihni atë si një zbrazëti që ju kërcënon, ose ju mund ta shihni atë si një mister që ju fton. Ju mund ta shihni atë si një kufi që ju kufizon, ose ju mund ta shihni atë si një horizont që ju zgjeron. Ju mund ta shihni atë si një fund, ose ju mund ta shihni atë si një fillim. Zgjedhja është e juaja. Dhe kjo zgjedhje, kjo aftësi për të zgjedhur se si të shihni botën, është dhurata më e madhe që universi ju ka dhënë. Sepse në fund, errësira nuk është diçka që ekziston jashtë jush. Ajo është diçka që ekziston brenda jush. Ajo është hapësira e panjohur në mendjen tuaj. Ajo është territori i paeksploruar i mundësive tuaja. Ajo është potenciali që pret të realizohet. Dhe çdo herë që ju mësoni diçka të re, çdo herë që ju zbuloni diçka të re, çdo herë që ju krijoni diçka të re, ju po ndriçoni një pjesë të asaj errësire. Ju po zgjeroni territorin e të njohurës. Ju po kontribuoni në procesin e vazhdueshëm të vetë zbulimit të universit. Sepse universi nuk është një gjë e plot që pret të zbulohet. Ai është një proces i vazhdueshëm i bërjes. Dhe ju jeni pjesë e atij procesi. Ju jeni një nga mënyrat që universi po bëhet më kompleks, më i vetëdijshëm, më i bukur. Kështu që kur ju shikoni qiellin e natës dhe shihni errësirë, mos u friksoni, mos u dekurajoni. Mos mendoni që ju jeni të vegjël dhe të parëndësishëm. Në vend të kësaj, kujtoni këtë. Ju jeni bërë nga yje. Ju jeni një mënyrë që universi po bëhet i vetëdijshëm për vetveten. Ju jeni një pjesë e një historie që shtrihet nga Big Bangu deri në këtë moment. Këtu, tani. Dhe kjo histori nuk ka mbaruar. Ajo vazhdon dhe ju jeni një nga autorët e saj. Errësira nuk është fundi. Ajo është fillimi, ajo është ftesa, ajo është mundësia. Dhe çdo moment që ju jetoni, çdo pyetje që ju bëni, çdo zbulim që ju bëni, është një hap tjetër në udhëtimin e pafund të kuptimit të asaj që do të thotë të ekzistosh në këtë univers të mahnitshëm, të çuditshëm, të pafund interesant. Universi nuk është i zi, ai është plot me dritë. Dhe ju